Atëherë fillojmë zonja dhe zotërin përshëndetje, mirë se keni ardhur të gjithë. Unë jam Bruna Kërçyku dhe kam kënaqësinë të jem moderatorja e këtij forumi publik. Ju falenderojmë që jeni bërë pjesë e këtij eventi, forumit publik me kandidatët për deputet Qarkut e Elbasanit për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 nga rrjeti përballja ofertave politike, të cilit këtu do t'i referojmë po, në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në 8 qarqe të Shqipërisë: Tiranë, Durrës, Vlorë, Fier, Kukës, Korçë, Elbasan dhe në Shkodër. Në Elbasan, ky forum organizohet në bashkëpunim me organizatën partnere Tjetër Vision, e cila është pjesë e rrjetit POP dhe ka një angazhim të vazhdueshëm në promovimin e pjesëmarrjes qytetare, transparencës dhe forcimit të demokracisë. Rrjeti POP synon të rrisë debatin publik dhe aksesin në informacion për qytetarë, si dhe të orientojë platformat politike drejt nevojave dhe prioriteteve të tyre. Përmes nismave të tij, rrjeti kontribon në forcimin e demokracisë në vend duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe përfshirjen qytetare në proceset vendimarrëse. Forumet të tilla publike në fakt po organizohen në të gjitha qarqet ku rrjeti është aktiv, duke krijuar një hapësirë të drejtë për drejtë dialogu ndërmjet qytetarëve dhe kandidatëve për deputet. Tani kam kënaqësinë të prezantoj kandidatët për deputet që janë këtu me ne. Si fillim unë dua t'ju falenderoj për planin, por edhe për seriozitetin dhe gatishmërinë për të marrë pjesë në këtë format kaq të rëndësishëm të përballjes së ofertave politike, duke marrë parasysh edhe agjendën tuaj që e keni goxha të ngarkuar në këto ditë. Ju lutem vini re se renditja e kandidatëve është bërë sipas renditjes së partive politike në kledhën e votimit të 11 majit, të zgjedhjeve të 11 majit, miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Atëherë faleminderit që jeni këtu me ne, Lodiana Çatja, pjesë e Partisë Demokratike e Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ivan Peci, Lëvizje Bashk, faleminderit. Migena Shryti Kaplani, Koalicioni Euroatlantik, faleminderit për pjesëmarrjen. Unë kam në listë Partia Socialiste dhe Nisma Shqipëria Bëhet, ende nuk kanë mbritur, ndoshta do të na bashkohen më vonë. Faleminderit që jeni me ne. Sara Zekaj, Partia Mundësia, dhe Rion Murataj nga Partia Social Demokrate, faleminderit. Në këtë forum, siç edhe mund ta shihni, janë të pranishëm qytetarë nga komuniteti, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, si dhe organizata ndërkombëtare që veprojnë në qarkun e Elbasanit, të cilët gjithashtu i falenderoj për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në këtë diskutim. Tani përpara se të fillojmë edhe me prezantimet e vetë kandidatëve, do të bëj fillimisht shkurt të forumit, pra rregullat e këtij forumi se si do të organizohet ai. Aktiviteti do të zgjasë rreth 2 orë, do të transmetohet drejt për drejt në faqen zyrtare të POP në Facebook dhe në faqen zyrtare të organizatës Tjetër Vision. Gjithashtu do të dokumentohet për publikim në media dhe rrjetet sociale. Çdo kandidat do të ketë në dispozicion 5 deri në 7 minuta për të prezantuar veten dhe prioritetet e subjektit politik, duke u fokusuar kryesisht në prioritetet për qarkun e Elbasanit, çështje sociale, ekonomike dhe përfaqësimi, rinia, të drejtat e grave dhe barazia gjinore, demokracia dhe antikorrupsioni. Për të qenë korrekt me ju, koha do të monitorohet për të garantuar barazi dhe pamëshmëri për gjithë kandidatët këtu pjesëmarrës. Më pas ne do të kemi pyetje nga qytetarët që kemi sot në sallë, përgjigjet e kandidatëve do të kenë gjithashtu të monitoruara dhe jo më të gjata se 1 minutë për secilën pyetje. Forumi synon një atmosferë të qetë, gjithëpërfshirëse dhe konstruktive. Të gjithë pjesëmarrësit trajtohen me respekt dhe në mënyrë të barabartë. Mirë, ne tani do të fillojmë me prezantimet e kandidatëve, prezantime të cilat gjithashtu do të jetë në rendin siç është listuar në kledhën e votimit për zgjedhjet e 11 majit, partia të cilën ju përfaqësoni. Atëherë do të fillojmë me zonjën Klodiana. Klodiana do të na bëni prezantimin tuaj i cili do të monitorohet duke u fokusuar në çështjet që unë përmenda pak, pra prioritetet për qarkun e Elbasanit, çështjet sociale, ekonomike, përfaqësimi, rinia, të drejtat e grave, barazia gjinore, demokracia dhe antikorrupsioni. Fjala për ju. Falenderoj Bruna, përshëndetje zonja të nderuar, përshëndetje zotërin. Shumë faleminderit fillimisht për ftesën, e vlerësoj shumë. Unë jam Lodiana Çatja, kandidate për deputete e Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit. Jam lindur dhe rritur në qytetin e Elbasanit, kam përfunduar studimet e Universitetit
në këtë qytet dhe masterin e kam shpëtuar në Tiranë. Me profesion jam në profilin ekonomik, punoj prej vitesh në një kompani ndërtimi në Tiranë dhe mbaj postin e drejtueses së shitjes. Kam nisur angazhimin tim politik 15 vite më parë në Partinë Demokratike, duke filluar fillimisht si pjesë e strukturave të gjimnazit, duke vijuar më tej si kryetari i grupimit rinor studentor demokrat, duke dhënë kontributin tim në strukturat më elementare të partisë që janë seksionet, grup seksionet. Kam qenë pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike e Elbasan për shumë vite, pjesë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, si dhe vitet e fundit kam qenë në kryetari i Partisë Demokratike për Bashkinë e Elbasanit. Përgjatë procesit të primarëve, cilat janë zgjedhjet brendshme të Partisë Demokratike, kam dalë si zonja më e votuar për qarkun e Elbasanit dhe për rrjedhoj jam renditur në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet në qarkun e Elbasanit. Ky ka qenë pak a shumë rrugtimi dhe angazhimi politik në Partinë Demokratike. Sa i përket programit Partisë Demokratike, ne kemi nisë me një program që në fokus ka çrënjosjen e varfërisë dhe është programi për eliminimin e minimumit jetik. Dhe kemi nisur me programin duke filluar në shtresat më të prekura, që janë pensionistët, duke filluar me një pension minimal prej 200 eurosh për çdo pensionist, pa dallim sa i përket fshatit apo qytetit, dhe një pension që rritet për këta persona të cilat e kanë tashmë në 200 euro me 20%. Vijojmë më pas me një kartë konsumatori sa i përket sërish shtresës që është në vlerën 450 euro në vit, që përfshin kthimin e TVSH-s në shportin e ushqimeve bazë, energjisë elektrike, duke vijuar më tej me uljen e çmimit të energjisë elektrike, uljen e çmimit të naftës nga 30 deri në 40%, ndihmesa për studentët, kalojmë te një ndër pikat që ju kishit në fokus, rinia dhe studentët. Të gjithë ne jemi dëshmitarë se sa pak të rinj kemi sot në qytetin tonë. Unë kam një aktivitet shumë fare pranë Universitetit të Elbasanit dhe krahasoj me shumë vite më parë, ku zona aty Gumëzhit e Gatëri, të më ndjeni, po unë jam smur sot edhe e kam pak vështirë edhe për shkak të fytyrit komunikimi. Faleminderit shumë. Dhe bëj krahasimin e vetën si është transformuar ajo zonë pranë universitetit, që më përpara Gumëzhinte nga të rinjtë nga bizneset që kishin aktivitet në një zonë krejtësisht e zbrazët, me biznese që dita ditës ulin ato qepenat edhe nuk janë më aktiv. Dhe për këtë Partia Demokratike ka bërë një program që në fokus ka studentin, duke hequr fare taksën e studentit, duke kompensuar çdo të rinj që kthehet nga emigrimi, dhe duke i mundësuar atyre që 5 vitet e para ta hapin biznesin e tyre pa taksa, duke suportuar çdo familje të re, sepse ne, duke qenë që siç u them më parë jam pjesë e industrisë së ndërtimit, unë shikoj pamundësinë e një çifti të ri për të bërë sot me një apartament. Nuk po flasim për gjëra luksi, po flasim për një gjë shumë bazike, një shtëpi për të krijuar një familje. Dhe pjesë e programit të Partisë Demokratike është dhe suporti për ta çiftet e reja për të pajisur me një shtëpi, duke suportuar me një kredi që ka vlerën 30.000 euro me 0 interes, që të vijojnë pastaj me pjesën tjetër me kredi në bankat e nivelit të dytë. Sepse e dim shumë mirë që pa pasur të 30% e parë nuk arrin dot të kreditohesh nga bankat, dhe për rrjedhoj të gjithë çiftet e reja detyrohen të marrin shtëpi me qira, ose
zgjedhja që kemi parë më së shumti të marrin valixhet edhe t'ikim fare nga Shqipëria. Pikë tjetër e programit Partisë Demokratike me fokus të rinjt është pjesa për çdo të ri emigrant në moshën 35 vjeç që kthehet për të hapur një biznes të në Shqipëri, do jep 5 vitet e para 0 tatim. Ka një stër lehtësie është ky program i Partisë Demokratike për gjatë 100 ditësh të parë të marrjes pushtetit nga Partia Demokratike dhe këta ishin pikat kryesore ku fokusoheshin dhe pyetjet e prunës, po ka pika pafund, pastaj po mund fokusohemi ke bujqësia, agroturizmi, ke infrastruktura, kultura. Okej, mbylla. Dhe do marrim kemi dhe një minutë. Do marrim kohën për njohshmëri të shpjegojmë të gjitha një pas një. Patjetër, sepse secili nga ju do të ketë edhe pyetjet nga qytetarit. Ivan Peci, i dyti një radhë vjeni ju dhe kam kënaqësinë t'ju jap fjalën për të prezantuar edhe ju veten, por edhe partinë cilën përfaqësoni sipas të njëjtave pika. Fillimisht ju falenderoj për ftesën. Ju dia të gjon. Shikoj. Si që dëgjosh audio, dëgjosh thjesht. Okej. Atëherë unë jam Ivan Peci, jam kandidat i Lëvizjes Bashk në qarkun e Elbasanit. Jam kontribues në programin e Lëvizjes Bashk, veçanërisht për pjesën e bujqësisë. Ne kemi hartuar një program për 177 faqesh, ku është detajuar nga problematika dhe zgjidhje që ka secili sektor. Atëherë, unë do doja shumë të përqendrohesha tek zhvillimi ekonomik i qarkut të Elbasanit dhe i gjithë Shqipërisë, sepse është shumë e lehtë që të flasësh për politikat sociale, por mendimi im është që pa zhvillim ekonomik, gjitha politikat sociale do të shtojnë. Për zhvillimin ekonomik qëndrueshëm dhe punësimin, do ta nis me bujqësinë, sepse Elbasani është një ndër qarqet më të rëndësishme për aktivitetin bujqësor. Syndimi kryesar i Lëvizjes Bashk është rritja e rendimentit prodhimit. Atëherë, pika e parë është pronësia e tokës. Këtu mbi 50% fermerëve nuk kanë certifikata pronësie. Është merr sepse pa certifikat pronësie nuk do mundet të zhvillohet asnjë politikë e zhvillimit bujqësisë, që të gjitha do të shtojnë qoftë ajo dhe politika më e mirë. Pika e dytë është subvencionimi direkt për kilogram prodhim. Ky realisht është shtylla kryesore me çfarë kanë parë shumë partive tjera, por e vetme është totalisht e pamjaftueshme dhe do jap disa argumenta për këtë. E para nuk ndihmon në rritjen e mekanizimit. Shqipëria dhe qarku i Elbasanit ka numrin më të ulët të traktorëve për hektar në rajon. Kemi 10 herë më pak se Maqedonia dhe 15 herë më pak se Serbia. Si do mundemi ne të konkurrojmë të shtete? Pikë dyti, është pamundësi për gjetjen e tregut. Pra, subvencionimi direkt supozohet se do rrisi prodhimin, ne kemi parë shumë fermerë dhe në Elbasan, por dhe në qarqe tjera të cilët hedhin prodhimin në kanal, sepse nuk kanë treg ku ta shesin. Dhe gjithashtu, nëse marrin tru frutorët, të cilat duan 5 deri 7 vite që t'japin prodhimet e para, çfarë do t'i themi ne fermerëve? Prisni ju 7 vite derisa bëj merrni prodhimin e parë dhe të merrni subvencione. Ajo ku ne këmbgullim dhe krahas shumë pikave tjera, besojmë se është pika e fortë e Lëvizjes Bashk dhe kemi guximin ta themi, është nxitja e formimit të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor, me pak fjalë bashkëpunimi mes fermerëve. Nga gjithë specialistët të çdo kahu që ne jemi konsultuar, është e vetmja mënyrë për ta nxjerrë bujqësinë nga primitivizmi. Pra bujqësia jonë është për autokonsum, nuk shesim dot në treg. Dhe kjo është për shkak të parcelizimit të tejskajshëm, janë rreth 350.000 ferma. Pra është e pamundur që këto të jenë autosuficiente. Formimi i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor lehtëson gjithashtu këshillimin bujqësor, lehtëson thithjen e investimeve nga qeveria me subvencionet dhe gjithashtu nga projektet e huaja,
eliminon abuzimin me pikat e grumbullimit, të cilat fatkeqësisht marrin pjesën e luanit. Pra, i gjithë mundi i fermerit shkon tek këto pika. Lehtëson marketingu dhe gjetjen e tregut, si dhe më kryesorja, arrin që të kenë markën e tyre dhe të shesin me markën e tyre duke rritur kështu vlerën e shtuar dhe duke bërë që vlera e shtuar e një produkti të mbetet në qarkun e Elbasanit dhe të mbetet fermerëve. Ne kemi një shembull shumë mirë këtu, që unë them gjithmonë kur jam takime me fermerët. Është Federata Bujqësore e Elbasanit, e cila prodhon një produkt lokal tipik super të mirë, vajin e ullirit heksavigjur Valmi. Tjetër është zhvillimi i industrisë. Ne duam bëjmë një studim fizibiliteti për ngritjen e kombinatit metalurgjik, sepse zhvillam që gjithë zeherorët, pra mineralet, të shiten jashtë pa u përpunuar. Kuptohet që vendet më të zhvilluara përpunojnë, nxjerrin një produkt të përpunuar dhe aty është vlera e shtuar. Gjithsesi për këtë nuk mund të them shumë sepse është akoma në studim. Ne do bëjmë rinegocimin e kontratës me kompaninë Kurb, sepse ka ndotje shumë madhe dhe mbetje toksike, ndaj duhet ushtruar një kontroll shumë i lartë dhe duhet bërë rivlerësimi ekonomik i kësaj kompanie. Kemi parë që disa herë kanë shpallur falimentin, po duhet parë a është e vërtetë apo jo, sepse nga bilancet dalin në fitim. Për sa i përket zhvillimit turizmit, artizanatit dhe bizneseve startup, ne duam të bëjmë një ndërlidhje ndërmjet turizmit historik, turizmit kulturor dhe antinatyror. Për shembull, rrjedhimin dhe promovimin e pikave turistike, si Kalajen, Rruga Egnatia, Muzeu Etnografik dhe pika të tjera, të ndërthurur me pikat simbolike, pra që kanë një domethënie shumë të lartë, si ullini i qefit apo objektet e kultit, si xhamit shekullore, kisha Shani Vladimir dhe tjera. Dhe këto patjetër duhet që të lidhen dhe me parqet natyrore dhe turizmi natyror, si Gjinarin, Myshekun, kanionat e Otës, parkin kombëtar Shëndelikja, Planicë të tjerë. Pikë tjetër shumë e rëndësishme është mbështetje me fonde për biznesin e vogël, për startupet dhe artizanatin, duke bërë që këto produktet lokale, pra tipike të Elbasanit, duhet të lidhen me pika turistike, me hotelet dhe për të rritur kështu vlerën e shtuar, si dhe promovimin e ideve inovative, veçanërisht për startupet dhe për të rinjt që kanë ide për të zhvilluar biznese të reja. Është shumë e rëndësishme, nëse ne nuk zhvillojmë ekonominë prodhuese, investimet në arsim apo në politikat sociale nuk do japin rezultatin e duhur. Ne kemi sot shumë të ditëmuar, të cilët fatkeqësisht punojnë kamarier, banakier, call center apo më keq akoma emigrojnë. Pra e keni jashtë. Prandaj zhvillimi ekonomik lidhet ngushtësisht me zhvillimin social. Faleminderit me ban. Duhet monitoruat edhe vetë kohën edhe shëndruat shumë korrekt. Koalicioni Euro-Atlantik me Lena Kaplani është e radhës në prezantimin e saj. Përshëndetje të gjithëve. Jam Lena Kaplani, jam përfaqësues e kandidate e koalicionit Euro-Atlantik. Në profesion jam arsimtare mësuese për 30 vitesh. Kam punuar me të rinj dhe mendoj që ajo pjesa më kritike e shoqërisë historike e të rinjve, që janë rreth 800.000 njerëz që janë larguar gjatë këtyre 12 viteve, më shumë se çdo kush e ndjen në mësuesit nga paksimi i numrit të klasave. Në profesionin tim si mësuese kam vjuar me zhvillimin tim profesional në vazhdimsi. Jam doktor shkencash, jam autore tekstesh shkollore, jam drejtuese e një reviste, kryeredaktore, kam bërë hobi dhe një drejtim modelim të një emisioni. Jam përpjekur në jetën time ta kompletoj veten time në aspektin profesional, por dhe të jemi zë, sepse gjithmonë i kam besuar gjës që njeriu që lexon dhe studion vazhdimisht fiton lirin. Këtë liri e kam dashur brenda vetes time për të qenë e për ta dhënë atë mendimin tim në çdo moment. Nuk është se angazhimi politik në këtë rast më ka bërë zë. Unë vazhdimisht kam qenë zë sepse kam menduar veten në përballje me të rinjt, me nxënësit e mi, mbështetësja më e mirë e tyre që nesër ata të jenë një rini me guxim foraj për të folur.
Unë gjithmonë shqetësohem edhe në ato ditët e mia kur unë dal dhe takoj njerëz, ajo që më shqetëson më shumë është pengesa që kanë njerëzit për të shprehur mendimin e tyre. Ne kemi dalë në fakt para shumë kohësh nga një shoqëri që na e ka mbyllur gojën, por vazhdon akoma të jetë kështu. Dhe nuk na pengon askush të themi mendimin tonë. Shpeshherë kur unë angazhohem dhe jap mendimin tim për gjëra që më bëjnë të jem e lirë të kritikoj, që të rregulloj më mirë ato, dëgjoj rreth vetes time që thonë pusha mbyllë gojën se mund të të heqin nga puna. Jo se kjo nuk ndodh, sepse jo më lart se t'jem në një takim që patëm me gratë në vendimarrje, u shpat një shqetësim i tillë e një gruaje që vërtet në një angazhim të saj politik sot ishte pa punë. Por unë jam munduar që zërin tim ta kem korrekt me ligjin. Unë edhe kur bëj ndonjë koment për mendimet e mia politike, mundohem ta bëj jashtë orarit punës. Ruaj vetëm në të mënyrë që të jem një zë vërtet në vazhdimsi. Mua s'm pengon askush të angazhohem dhe të jem zë kritik i çdo qeverie për të dhënë ndihmën time në të shoqëri. E kam pranuar këtë sfidë, sepse e shoh se sfidë edhe një gjë ndryshe, madje një nxënësja ime tha, do të jetë një kapele më shumë në gjërat që ke bërë në jetë dhe mendoj kështu. E kam pranuar këtë sfidë sepse tash dua që nesër një zë që foli para ca ditësh për mua, ku ishte ti kur gjërat po ndodhin, të paktën tani tutje të mos më thuhet më. Ne duhet të jemi gjithmonë angazhues në shoqëri, të jemi një zë për të ndihmuar të ardhmen, të mos kemi më kaq shumë të rinj që largohen. Nuk besoj se andej tutje është më mirë se këtu. Gjëja më e dhimbshme për mua është kur shoh që njerëzit mbahen keqasi pas një asistence që është qesharake dhe kam frikë se ja heqen nga atë dhe nuk e hapin gojën. Kur unë i them, po si ka mundësi që ti ke 3 fëmijë dhe të 3 fëmijët e tu jetojnë jashtë dhe ti mbahesh me frikën e 50.000 lekëshit, sepse tash janë ushtryer me atë frikën e dikush dhe vazhdojnë ta mbajnë në këtë mënyrë. Shpeshherë dëgjojmë që mos fol se do të heqin nga puna. Kujdes se kemi vllajin që është në punë. Kujdes se kur folje ti e thirrën vetuesit dhe i thanë ca gjëra. Nuk besoj. Njeriu në fakt nuk mund ta mbajë gojën mbyllur dhe të jetë gjithkohën i varur para të lirinë e brendshme, se nuk jetohet dhe kështu. Në programin e partisë tonë, në atë të koalicionit tonë Euroatlantik, gjëra që mua më ka pëlqyer më shumë ti në atë program është se ne fillojmë nga vetja. Ne jemi tek pjesa e vetingut të deputetit, të heqjes së imunitetit të deputetit. Nuk ka pse të mbrohet një deputet më shumë se një njeri i thjeshtë. Të gjithë jemi të barabartë. Unë nëse do jem nesër një deputete, unë nuk dua të jem më shumë se ju, në kuptimin e asaj që do kemi si përfitim për veten time. Unë çdo punë në jetën time e kam parë si një mundësi më shumë për të ndihmuar njerëzit. Në punën time me nxënësit, sa isha kam kërkoj ndihmë, u them jam këtu pikërisht për këtë gjë. E bën në vazhdimsi dhe nuk e kursej asnjëherë. Dhe më pëlqen shumë edhe në këtë pjesën e programit se sa mbështetës janë jemi në këtë program për rinim. Është shumë e mirë ajo që ne kemi vendosur që shkolla të jetë deri në 9-4, pra 16. Një profesor im dikur thoshte, njeriu është aq orë kurri. Nëse fëmia arrin më shumë orë në shkollë, më shumë orë në rrugë, më shumë orë pranë familjes, domosdoshmë ai do riproduktja asaj gjëje ku ai kalon kohën e tij. Mund të shkëj sikur ai fëmijë të kaloj kohë të gjata me mësues dhe me njerëz që orientojnë, aq më tepër në një shoqëri sot ku prindërit janë të angazhuar dhe kanë shumë punë. Një tjetër gjë shumë e mirë është edhe organizimi për klasat deri në 9 vjeçare i dërgjes në shkollë, që është një gjë që është vërtet shumë e mirë në programin tonë. Për gratë dhe vajzat, ka gjëra shumë të mira në program, sidomos për mbështetjen që i bën gratë të dhënuara me problematika, duke i mbështetur ato ekonomikisht. Për nënën që lind fëmijën e parë dhe fëmijën e dytë janë 2.000 euro që mbështeten dhe tek fëmia i tretë janë 10 fish 20.000 euro që mbështeten në familja. Mund të duket pak për ju shumë, por ju e dini shumë mirë se sa nënat friksohen sot për të bërë 2 fëmijë e jo më 3 fëmijë. Ne jemi një shoqëri në zvogëlim në vazhdimsi, me të rinj që largohen në familje që nuk po shumohen, nuk po rritet në timin numri. Vazhdimisht ne bjerrim
në numrin e të rinjve që largohen, po kjo është një mundësi shumë e mirë për t'i dhënë mbështetje dhe kuraje familjeve për të patur atë që është gëzimi i çdo familje, që është fëmia. Mbështetje ekonomike për gratë e dhunuara ose dhe gratë që rrisin vetëm fëmijët e tyre. Sepse ne kemi dëgjuar shpeshherë përballë këto në ndihmën ekonomike që japin fëmijëve që s'kan një prind, shpeshherë që sharake sepse duhet të jesh jetim nga të dy prindërit që të kesh mbështetje ekonomike. Nëse në programin tonë kjo mbështetje do të jetë edhe për një nënë që e rrit e vetë me fëmijën, po dhe një nënë që u dënove që ka nevojë për mbrojtjen. Për pensionistë, Fakt edhe koha juaj paroi dhe gjatë pyetjeve ndoshta do të kesh mundësinë. do pse për pensionistë, është të gjithë idetë tuaja, besoj që do jetë në pyetjet e qytetarëve dhe pjesa e pensionistëve. Ju lutem po mikrofonin dhe në radhë kemi Zënjosh Sarë, e cila po ashtu faleminderit. Po ashtu do të bëj prezantimin e saj. Përshëndetje gjithëve. Për mua është shumë kënaqësi që t'jem këtu sot dhe ta shoh këtë sallë në fakt të mbushur plot. Kjo tregon që Elbasani ka njerëz qytetarë dhe të lirë dhe nuk kanë frikë të vinë të gjejnë programet politike. Edhe më vjen mirë fakt që është mbushur plot edhe me gra, dhe gratë gjithmonë tregojnë sa të përfshira janë, jo vetëm në jetën e familjeve të tyre, por në jetën e gjithë shoqërisë shqiptare dhe e bëjnë që të ecë përpara. Dhe unë shpresoj që në të dashur politikës ne kemi akoma më shumë gra të përfshira, se jo ju këtu apo vajzat tuaja, ndesat tuaja. Unë jam Sara Zeka dhe drejtoj listën e kandidatëve për deputet Partisë Mundësia në qarkun e Elbasanit. Sot qëndroj para jush në fakt edhe si kandidate, po edhe si një vajzë të qyteti, e lindur e rritur këtu, që në të zgjedhje kërkoj dhe besimin tuaj. Për ata që njohin mua më herët, e di shumë mirë që përfshira ime në politikë nuk është rastësi, pra unë dola nga hiçi. Në fakt është vërtet hera ime e parë që angazhohem politikisht, mirë po kjo më shndërtuar mbi bazat fortë aktivizmi qëndëse. Kam qenë nxënëse e gjimnazit Pascal Todri, kam qenë presidente e Senatit atëherë, më pas presidente e Parlamentit Rinor për gjithë Elbasanin. Atje kam njohur në fakt edhe Dianën, që bashkë me Zyrsanien bëk një punë shumë të mirë. Në fakt ato kanë çuar mua në trajnimet e para, aty ka nisur udhëtimi im si aktiviste. Dhe kështu gradualisht, shkallçar, unë jam rritur edhe profesionalisht. Për ata që nuk më njohin në fakt, unë do e vazhdoj pak me prezantimin e vetes, që ju më njihni më mirë dhe të kuptoni pse do votoni. Në moshën 18 vjeçare, unë u largova nga Elbasani për ndjekur studimet e larta në Tiranë, studimet për drejtësi, fakultetin e drejtësisë së Universitetit të Tiranës. Dhe vitet e mia si student në fakt i pasurova me trajnime, me konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, në Komisionin Evropian, Këshillin e Europës, në Kombet e Bashkuara në Gjenevë, gjithmonë me bursa të dhëna nga këto institucione, sepse kam qenë një student vërtet e mirë. Po ajo që ishte më shumë rëndësi ishte që unë isha një aktiviste shumë e mirë dhe në universitetin tim. Unë kam studiuar në Republikën Çeke me një bursë nga Komisioni Evropian për një vit, më pas jam rikthyer, kam vazhduar të punoj dhe bëj më pas një master të dytë në Angli, sërish me një bursë për marrëdhënie ndërkombëtare të siguri. Kam punuar sektorin privat ligjor, në administratë publike, për në organizata ndërkombëtare, në shoqëri civile dhe kryesisht me projekte me fokus tek parandalimi i migracionit pa rregull të rinjve apo zhvillimi i komuniteteve. Në 2 vitet e fundit, më së shumti në fakt kam qenë në Drejtimin e Shqipërisë, në qarkun Kukës edhe të Dibër, dhe ka qenë një eksperiencë fantastike pune, e cila gjithashtu ka frymëzuar mua që të marrë edhe këtë hap për të kandiduar, sepse unë kam parë në terren nga afër problemet që kanë njerëzit dhe se si ata nuk përcillen në parlament nga profesorët e tyre. Kështu që ishte një shtypës më tepër për mua që thash, okay, unë nuk dua ta ankohem më, po nuk hym në trin politik, do kemi po këta tjetrin. Kështu 15 vite më vonë jam përballë jush. Tash unë këtë takimi sot këtu, dua që ju ta vlerësoni vërtet, jo vetëm që të shihni programet tona, po të kuptoni që ne si kandidat që jemi këtu, nuk kemi frikë përballemi me ju. As në programet që ju ofrojnë partitë tona, po as edhe për kërkesë llogarie. Kështu që mendoj se ky është një mesazh shumë i mirë që duhet ta merrni nga takimi sot. Partia Mundësia ka një program përgjithshëm që mund ta gjeni edhe online. Sigurisht që ne kemi studiuar nevojat e secilit qark, edhe secilës bashki në qarkun e Elbasanit.
Për shembull, po marr si shembull Cerrikun ku fokusi jonë tek bujqësia dhe ndihma tek fermerët. Gramshi ka nevojë më shumë për ndërtimin e infrastrukturës, sepse i ka ato rrugët e fshatrave në cop, por gjithashtu dhe zhvillimin e turizmit, sepse natyra ja ka falur bukurit natyrore. Në Berë të fokusohemi po ashtu te turizmi rural dhe bujqësia. Që ti përflet, prioritetet për qarkun janë këto. Ne i vëmë shumë rëndësi zhvillimit ekonomik dhe këtë mendojmë se do arrihet si ndimes shumë e madhe dhe përgjysmimi i taksave, duke vendosur taksën në 60% të thjeshtuar barën tatimore mbi bizneset dhe individët. Pra më pak taksa, më shumë investime. Shkurtim të kostove administratës, duke i përshpyer vendit të paktën 1 miliard euro në vit. Tani, mos u friksoni, nuk do ju heqi njëri nga puna, për të që janë administrat, kjo bëhet thjesht për të pasur sa më shumë meritokraci dhe mos kemi shpërdorim të parave, korrupsion apo punësimet fiktive, pra që njerëzit marrin rrogën dhe nuk shkojnë në punë. Këto para që do kursehen, do mbulojnë uljen e taksave dhe gjithçka tjetër shkon për rritjen e buxhetit për shëndetësinë, arsimin dhe kontribut për familje. Më pas kemi pika të tjera shumë për mbështetje të plot për spakun dhe financim të mjaftueshëm për ta bërë atë që të vazhdojë punën e vet në mënyrë sa më të pavarur dhe për të luftuar korrupsionin dhe krimin në Shqipëri. Dëshkrimi i ashpër ndaj korrupsionit politik dhe ekonomik përmes ligjeve që mundsojnë rikuperimin e parave të vjedhura. Në pjesën sociale, rritja e pensionesh dhe një minimum jetik 300 euro pensionistët, dhe në ndimes në pak shumë e madhe për ato familje që kanë fëmijë deri në moshën 14 vjeç, që do përfitojnë 600 euro për fëmijë në vit për të ndihmuar ata për shkollimin dhe gjithë rrugtimin e tyre. Subvencionin për fermerët dhe lehtësimet e kreditimeve, edhe transparent të fakt për fondet që Shqipëria në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian do marrë fonde për të ndihmuar bujqësinë. Po ku shkojnë këto fonde? A i dini ju ku shkojnë? I keni dëgjuar ndonjëherë? Në fakt të synojmë dhe ne që kemi një transparencë për gjithë ju dhe për gjithë fermerët që do vinë të aplikojnë për këto fonde. Dhe pjesa ide më e përfunduar që është ajo e rinis fakt është ne synojmë që kemi të sigurojmë një arsim që të jetë larg politikës, që të fokusohet në fakt zhvillimin profesional, të nxënësit të përgatisë një brez të ri që të jetë gati për sfidat e tregut, sepse bota po ndryshon shumë shpejt. Investimi në arsim, siç nuk është klishe, kjo është e vërtetë që në fakt është investim në të ardhmen e vendit. Dhe rritja për arsimin do të mundsojë modernizimin e infrastrukturës, pajisjen me teknologji edhe me gjithë laboratorët që i duan nxënësit për të mësuar dhe krijimin e pushteve të mira për punën dhe shkollën. Po ashtu një nga programet mësore është përmirësimi i kurrikulave në bazë të shembujve ndërkombëtar si sistemi Cambridge, që të japi nxënësve shqiptarë një arsimin me përmbajtje moderne dhe të orientuar drejt zhvillimit. Tani unë kur kam studiuar në Angli, eksperienca ime personale më rroj. Okej, kjo do të thonë. Sera faleminderit. Duhet t'ja kaloj Partia Social-Demokrate zoti Erion Morante, gjithashtu do të bëj prezantimin atë. Fundit të qeshë zhanë. Lejohet që në shpëpujën kam si asur. Si ti e një më rahat. Murata, linë më rritur në Elbasan, antari më shqilën Bashkia, dhe më kohë të shumë në këmë, sepse respektin e qytetarëve nuk do t'jetë të fushat. Pak në e përpjekur që ta tregoj të në këto 2 vite mandat si antari i shqiptë. E në fakt, flasë për programin do bësha pak i mërzitshëm. Shqipërisë nuk kanë munguar kur liqet, kur program. Në fakt, mungesa edhe përfaqësuesët atyre që kanë 4 vite fundit, 12 vite në pushtet. Me premtime siç ishte ujë 24 orë, që ishte në program. Tregon qartë që programi nuk pjut. Në fakt, ju këtu pat mundësinë të dëgjojmë disa kandidatë, një me cilët janë do. Në cilësinë e drejtuesit të listës PSD-s. E në fakt, Elbasani, përpara se të program, duhet të heqë një damë të madhe që kanë kurrizë që qyteti Ballë. Dhe ju të besoj në momentin tonë. Çdo lloj programi të bëjmë në Elbasan, çdo investitor i huaj, çdo kompani multinacionale që duhet vitë investojë, qoftë edhe në zonën e lirë industriale të metalurgjikut, sa të Google-oj Elbasan, do t'i dalë në parë datë. E në fakt,
qyteti i Elbasanit nuk është i parë. Qyteti i Elbasanit është qyteti i kulturës dhe arsimit, i cili për shkak të atyre që kanë pasur kusurën pulisë. Sot është ka nisur një qytet nga 11.000 student në qytet me 1.200 student. Dhe ky është fakt. Ja pra që programet që kemi votuar neve 30 e kusur vite, në dalin shtek. Do flasim për bujqësinë. Çfarë programe do bëjmë bujqësi? Kur ngastret që në vitin 91 që u bë shpërndarja e pauzës në TP-s, janë bërë si falni për shprehjen popullore si breveqe, së ripa lutë. Çfarë do bëjmë fshatari me ato tokë? Çfarë do bëjmë që të blejmë traktor, se një temë? Ku do japim traktor? Sa të blejmë do të marrim traktor? Subvencionim. Cili subvencionim? Ky që po bëhet sot, natës. E dini juve që qarku Elbasan ka një shprirje për 80% është pjesë rurale dhe vetëm 20% pjesë urbane. Po nga kjo 20% pjesë urbane, më shumë se sa 40% e 20% është ish industri, rënuar. Dhe flasim pastaj për targje apo për ndihmë sociale. Ndihmë sociale, pa vendimmarrje komunitare nuk do të kemi. Sa do bukur të flasim me këtu, që do të program të japim. Vendimmarrja komunitare çon në ndihmë sociale. Sepse ne dim qartë që partitë, ato që kanë qenë, ato që janë, do të thotë se ne nuk do të reflektojmë dhe ato që do të vinë. Kanë dhënë ndihmën ekonomike, një, po themi, vlerë lypsi, 3.200 lekë, 3.700 lekë për reja në muaj, që nuk shërben për asgjë antarët e partisë. Atyre që jeton mirëmëngjes natë në mirë partisë. Do një program. Programi është përfaqësues. Në rast se juve nuk të ka trofitur, dikush dhe ju ka qarë hapur, ai është program. Ju them program për shumë bujqësinë e kemi pas njëtë materiale. Subvencionimi çdo si e prodhim, çdo gjeribati. Që sot duhet kesh një gjeribati për të subvencionuar. Ndërkohë në themin do dhe ai që ka 5 herë të subvencionuar. Do të flasim për arsimin. Po. Themeli ynë është arsim profesional. Nuk kemi më hidraulik, kemi më elektricist. Dhe po ka ta ndisim në një shoqëri e cila nuk po i prodhon dot vetë. Pasiguria apo çfarë të subvencionojmë me fëmijët? 2.000 euro, 20.000 euro. Se ky është çështja. Rritet i fëmijë 20.000 euro? Arritet i fëmijë 20.000 euro. Nuk di që jo. Që do të thotë, ne kemi nevojë jo për premtim. Ne kemi nevojë për një kulturë të re politike, për një vendimarrje të komunitate, ku njerëzit shikojnë një tjetrin në sy dhe i thonë po për ta bërë një punë, jo për ta vjedhur tjetrin apo shtetin. Dhe duke garantuar një tjetrit atë që do të ishte një kontratë sociale. Kjo është arsye që ne nuk kemi bërë program, e kemi quajtur kontratë social-demokrate, të cilën nuk kanë shumë dëshirë. Që të citojnë ne për ne dhe pikë për pikë. Por fakti është që programet Shqipëri janë të ngjashme. Programet Shqipëri nuk kanë munguar punë. Ajo që na ka munguar janë përfaqësuese. Faleminderit. Faleminderit Berian. Kemi 1 minutë borxh. Ndërkohë do të kalojmë në pyetjet e marra nga qytetarët në fasa dhe vetë atyre që janë pjesëmarrës këtu sot do t'u japim fjalën që secili të bëjë pyetjet për ju. Rrjedhën e pyetjeve dhe radhën do ta kemi sërish njësoj sipas asaj që u bën edhe prezantimet tuaja. Dhe duke filluar në zonjën Klodiana Çampja, secila përgjigje nuk do të jetë më e gjatë se 1 minutë. Se pastaj do të merrnim kohë pafund. Duke ju referuar fillimisht zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe punësimit, të cilat janë prioritetet tuaja për zhvillimin ekonomik në qarkun e Elbasanit, duke u mbështetur në sektor si bujqësia, turizmi, zyrtaria, energjia e rinovueshme, që të krijojnë vende punësore dhe të qëndrojë vlera e shtruar në komunitet.
Për të njëjtën pyetje, pra do kemi të njëjtët pyetje të gjithë, por unë do mbaroj pyetjet me Klodianën dhe pastaj do filloj me secilin prej ju që mos bëjmë atë kalimin e mikrofonit nga njëri dhe tjetri. Atëherë, Klodiana, filloj me ju për pyetjen e parë. Sigur se dim të 12 vitet e fundit, bujësia ka shkuar më ke se kaq nuk ka kushton më. Duke filluar fillimisht me pjesën e Ballkanit të hapur, që ka qenë për mendimin tim dhe për mendimin e atyre që janë profesionistë dhe që preken direkt nga interesat e këtij Ballkani të hapur të krijuar, shkatrimi i bujësisë dhe shkatrimi i të gjithë fuqërve të cilët ushtrojnë këtë aktivitet. Sa i përket programit të Partisë Demokratike, kryesore e këtij programi është dalja nga ky Ballkani i hapur, duke i dhënë frymë të gjithë zhvillimit të bujësisë, dhe duke i dhënë frymë të gjithë prodhimeve bujësore të cilat prodhohen në vendin tonë. Nuk ka pse i importohen produktet të cilat prodhohen në vendin tonë nga vendet fshinje, duke i lënë produktet e vendit tonë të kalben e hera herës të hidhen lumeve, siç kemi parë për gjatë kësaj periudhe. Do të kalojmë te pyetja tjetër. 1 minutë, prandaj do duhet koncentroheni. Ti nuk ke fatin se je para tjerë do mësojnë nga ty. Siguria mjedisore dhe mbrojtja e natyrës, si do të angazhoheni për të përmirësuar cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit në Elbasan dhe për të garantuar që zhvillimi ekonomik të mos çonojë mjedisjen. Jo, jeni sërish. Po, sa i përket pjesës mjedisit, për fatin tonë të keq, Elbasani është ndër qytetet më të ndotura në Shqipëri, dhe kjo e gjitha përkthehet jo vetëm në radhë të parë përkthehet në dëmtim shëndetësor që na vjen secilit prej nesh. Dhe në programin e Partisë Demokratike, duke filluar fillimisht me metalurgjikun, duhet patjetër që të vendosen filtra për pjesën e ajrit dhe jo vetëm të vendosen siç na parashtrohen, por edhe të monitorohen këto filtra. Duhet bërë një auditim i jashtëm për kombinatin metalurgjik dhe për gjithë ndotjen që ai sjell. Duhet bërë teste të tokës në cilën ne marrim këto prodhimet bujësore dhe i konsumojmë në avizat tona. Këto janë disa nga pikat sa i përket pjesës. Okej, do të kalojmë tek arsimi dhe fuqizimi të rinjve, çfarë hapur do të ndërmerrni për të përmirësuar arsimin profesional e për ta lidhur atë me nevojat e tregut të punës në Elbasan, duke fuqizuar të rinj që të mos largohen nga zona. Programin e arsimit unë e ceka fillimisht në nisje të prezantimit tim. Për fat keq auditorët e tash që janë bosh dhe duke filluar që nga zërimi i taksës së studentit, që është pika më kryesore e programit të Partisë Demokratike sa i përket të rinjve, duke vijuar më tej në kthimin e shkollave me 8 orarsh dhe me vendosjen e një vakti ushqimit të përfshirë. Kemi një pjesë tjetër që është subvencionimi i një karte me tollona për familjarët të cilët kanë fëmijë të cilët detyrohen që për shkak të studimeve të paguajnë atë transportin që i shkon në vlera goxha të larta, dhe është vendosur në programin tonë një kartë 250.000 lekë, e cila ndihmon studentët të cilët nuk kanë nga qeveria mundësinë e të paturit një shkollë në zonën në cilën ata banojnë. Kemi pikë tjetër të programit të arsimit. Në mendimin tim të rinjt në Shqipëri keq përdoren, sidomos të rinjt të cilët përfshihen në politikë, dhe këtë unë mendoj që gjën e parë që duhet të marrim është mos i përdorin këta të rinj vetëm për shpërndarjen e palosjes, vetëm për fushata, vetëm për qëllime politike, vetëm diçka të fundit. Për mendimin tim të rinjt duhet, sidomos të rinjt që janë pjesë e forumeve politike, të përfshihen në startupe, të përfshihen në programe politike, të përfshihen në programe profesionale, të cilat duhet të inicion edhe nga forumet politike. Okej, transparencë dhe antikorrupsion, si do të garantoni mbikëqyrje efektive dhe pjesëmarrje qytetare në përdorimin e fondeve publike në nivel vendor, sidomos Bashkinë e Elbasanit, çfarë garancish ofron subjekti juaj për transparencë dhe luftë ndaj korrupsionit në nivel lokal dhe qendror?
Mendoj që Këshilli Bashkiak i qytetit Elbasanit me përfaqësues të djathtë ka qenë goxha aktiv përgjatë kësaj periudhe dhe synimi i këtij Këshilli Bashkiak është që dhe jo vetëm i Këshillit Bashkiak, por i gjithë përfaqësuesve politikë të Partisë Demokratike të Elbasanit, është të denoncojë të gjitha aferat dhe shkeljet që i bën qytetarëve të Elbasanit, duke filluar që nga gjërat më minimale dhe nga vendimet që ne mendojmë se prekin pjesën më të pakët popullsisë deri tek ata që na prekin dhe na përfaqësojnë gjithëve. Kështu që denoncimi i tyre rast pas rasti dhe ndërshkimi i tyre patjetër duke ju drejtuar organeve kompetente. Faleminderit, më mori 20 sekonda tek pyetja e parë mbi vetë kjo. Jo, kam edhe një pyetje të fundit. Siguria publike dhe rendës si do të kontriboni në përmirësimin e bashkëpunimit mes institucioneve të sigurisë dhe komunitetit për të rritur ndjenjën e sigurisë në qytete dhe në fshatra të qarkut të Elbasanit. Kjo pikë është për të ardhur keq në qytetin tonë. Me shumë sinqeritet është ndër dhe mua kudo që jam, më pyesin jashtë Elbasanit, kaq keq është Elbasani, kaq keq është Elbasani. Unë nuk mendoj që Elbasani duhet jetë qyteti i krimit dhe nuk mendoj që ne duhet përfaqësohemi me këtë epitetin si Elbasan. Unë mendoj që krimin e Elbasan e toleron qeveria dhe nëse qeveria nuk do të ketë të dashamirësinë ndaj këtyre grupimeve kriminale, gjërat ndryshojnë. Faleminderit. Mirë, do t'ja kaloj mikrofonin sipas radhës zotit Peci. Jo, aje. Dhe do të kemi të njëjtat pyetje, unë do të filloj të monitoroj kohën për ju. Dhe pyetja e parë, se sigurisht nuk e mbani mend, cilat janë prioritetet tuaja për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm në qarkun e Elbasanit, duke mbështetur në sektor si bujqësia, turizmi, zejt e ri, energjia e rinovueshme në mënyrë që të krijon vende pune cilësore dhe vlera e shtuar që pron. Atëherë unë besoj se fola gjëre gjatë prezantimin tim të parë, mundohet të veçoja ku e bëjmë me dallimin me tjerët. E para është të nxitja dhe formimi i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor. Zotëria tha që kemi një program, por realisht këtë nuk e propozon asnjëri përveç lëvizjes bashkë, pra formimin dhe kooperimin mes fermerëve. E dyta është tek taksimi. Themi këtu taksimi shesht, po kërkoni ChatGPT kush janë vendet me taksim shesht, kush janë vendet me taksim progresiv, që ne propozojmë dhe do ta shikoni shumë kollaj diferencën. Dhe treta është tregu i lirë apo dalja nga Open Balkan. Atëherë Shqipëria nuk mund dalë sepse ka procesin e Berlinit dhe CEFTA. Pra ndryshe ne provum 45 vjet izolimin, që do thotë nuk mund dalim, kemi marrëveshje me Bashkimin Evropian e tjerë, kështu që bujqësia po su subvencionohet, po su zhvillua, nuk do dalim ndonjëherë nga errësira. Faleminderit. Do kalojmë tek pyetja e dytë, vetëm se unë doja do ishte më efektive të mos përgjigjemi njëri tjetrit, po themi ato që ata kemi për të. E dini pyetjen? Pyetjen e dytë. Okej. Si do të angazhoheni për të përmirësuar cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit në Elbasan? Atëherë, e para është kontrolli nga institucionet shtetërore, veçanërisht këtu kemi kryesisht kurumin, pra duhet kontrolli ndotjes, forcimi i legjislacionit fuqishme rregullore të BE-s, pjesëmarrja e komunitetit lokal dhe shoqërisë civile në impaktin mbi mjedisin, dhe ne kemi propozuar gjithashtu referendum lokal për projektet që mund të kenë impakt në mjedis nesër. Pra ne propozojmë bazo ngritjen e metalurgjikut dhe patjetër që do konsultohet dhe do mbahet një referendum. Tjetër është kontrolli i cilësisë karburantit, sepse nga ekspertët është shumë i dëmshëm, dhe shtimin e hapësirave të gjetë për ta dhe parqeve të rekreacionit. Faleminderit. Pyetja tjetër i referohet të rinjve dhe arsimit. Çfarë hapër do të ndërmerrni për arsimin profesional kryesisht? Po ju a bësh shkurt me qenë se bazën e keni tash. Ne mendojmë se jo vetëm arsimi profesional ka nevojë të rimodulohet, por arsimi përgjithësi. Përpara universitarin, ne kemi zgjedhur modelin finlandez me reformim nga baza, që nis me një cikël gjërë konsultimesh në gjitha shkollat e qarkut të Elbasanit, ku do të bëhen bashkë qindra mësues, prindër, ekspert arsimi dhe drejtues lokal për të diskutuar mbi problematika
dhe dhënien e zgjidhjeve. Gjithashtu shumë e rëndësishme është përgatitja e mësuesve, me trajnime, me paga dhe me kushte dinjitose, forcimin e sindikatës të mësuesve dhe arsimin në orar të zgjatur, përfshirë një vakt të shëndetshëm për nxënësit. Sistemin universitar, ne propozojmë arsim publik falas, ngritjen dhe forcimin e unioneve studentore, investime në infrastrukturë dhe financim për kërkimin shkencor, por shumë e rëndësishme është e gjitha që arsimi lidhet me tregun e punës. Ne do të propozojmë ngritjen e zyrave të karrierës dhe nxitjen e arsimit profesional, duke dhënë lehtësira fiskale për bizneset që punësojnë të rinj nga këto shkolla. Faleminderit, transparenca dhe antikorrupsioni, pyetja e radhës. Atëherë këtu Lëvizja Bashkë ka propozuar themelimin e Agjencisë Kombëtare për Integritet dhe Antikorrupsion, e cila do hartoj strategji përndaluese për korrupsion. Pra nuk është e rëndësishme vetëm që të kapen mbasi ka ndodhur korrupsioni, se është shumë e vështirë të thënë këmbraq. Shumë e rëndësishme është për ta parandaluar atë, dhe gjithashtu kjo agjenci do sigurojë transparencë qeverisje. Ne do bëjmë zhbërjen e kapjes shtetit. Shteti është i kapur nga oligarkët. Ne do heqim ligjin për investimet strategjike dhe do revokojmë PPP-t e famshme. Gjithashtu do hartojmë një ligj shumë mirë për financimin e partive politike që të ketë transparencë. Pika tjetër është konsultimi publik, i cili parashikon konsultimin e detyrueshëm për vendimet e Këshillit të Ministrave dhe do të njohim të drejtën e qytetarëve për t'u ankuar për procesin e konsultimit publik para hyrjes në fuqi të aktit ligjor, si dhe rritje e rolit të komisionerit për drejtën e informimit, duke i dhënë kompetenca për të vendosur sanksione administrative dhe për të urdhëruar përsëritjen e procesit të konsultimit në rastet kur ka shkelje. Siguria publike dhe rende. Fatkeqësisht, qarku i Elbasanit është i njohur për bandat dhe krimin e organizuar. Ne do mbështesim luftën ndaj krimit të organizuar me anën e rritjes bashkëveprimit midis institucioneve hetimore dhe policisë, me rritjen e pagave të efektive të policisë dhe mashpërsimin e dënimit për efektivet që bashkëpunojnë me aktorët kriminal. Faleminderit zoti Peci. Nuk harrova gjë. Ndoshta do jetë atë tek pyetjet e qytetarëve do më pas, dhe nuk besoj që do të humbasni gjë. Do jemi me Migena, po. Pyetja e parë është bujqësia dhe zyrtaria. Pyetja e parë është zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe punësim. Tekse mora si pyetjet e para këtu. Por bujqësia dhe zyrtaria. Por Megjithatë, vitu asaj se gjithsesi e ka rënë të dyta. atëherë për sa i përket punësimit, në fakt në programin ton është një nga gjërat që duam ne të mbështesim janë të rinjt, sepse shumë prej tyre largohen nga që pagat janë shumë të ulta dhe për ata që janë të ekselencës, ne do ta mbështesim atë duke ardhur dhe duke i lënë pagesat të afërta me pagat që kanë ata në vendet ku kanë jetuar, që të joshin në një farë mënyrë të rinj të kthehen në vendin e tyre dhe të punojnë këtu. Kalojmë tek pyetja tjetër, siguria mjedisore në mbrojtja e natyrës. Për sa i përket mbrojtjes së natyrës, në fakt, qeverisja do të krijojmë fondin e mjedisit, ku çdo e ardhur nga taksimi me pasojat mjedisore do të destinohet direkt për eliminimin e asaj pasoje, siç është aktualisht taksa mbi ndotje, që shkakton çdo litër karburant. Fondi mjedisor do të jetë një mjedis transparente, lehtësisht e identifikueshme çdo qendarke nga burimi të ardhurave e deri te përdorimi në mjedis. Do të vendosim në binar ligjor menaxhimin e mbetjeve në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian, legjislacionit dhe strategjinë kombëtare. Disa nga pikat kryesore për ndotjen. Kalojmë tek pyetja tjetër që referohet arsimit dhe fuqizimit të të rinjve. Lidhur me fuqizimin e të rinjve, unë përmenda diçka mbi shkollën, por përveç atyre, një nga gjërat më të rëndësishme për ne është inteligjenca artificiale ose dhe teknologjia, që mendohet të bëhen disa trajnime mbi këtë dhe madje është menduar që të merren trajnues dhe mësues të huaj
si e si që të angazhohen të rinjt dhe të trajnohen në këtë që është një nga gjërat më të rëndësishme të kohës sot që ne presim dhe këto trajnime do të fuqizojnë pikërisht të rinjt në këto drejtime. Transparenca dhe antikorrupsioni është e radhës. Për sa i përket këtë unë e përmenda pak më parë se ne fillojmë që nga lart dhe që tek deputetët që ne thamë që do të tingu me njerëzit që ata që do jenë dukshëm që kanë probleme me ligjin për 30 vite, gjithë pasuria e tyre që kanë vënë në këto 30 vite duhet të konfiskohet dhe jo të bëhet si ndodh rrethon që hyen për një muaj dalin dhe asgjë nuk ndryshon. Pra, duke filluar nga lart, me atë që ne vetë jemi si kandidat, të shikohet në të mënyrë dhe që të pezullohet edhe në të formë. Siguria publike dhe vendi. Mendoni ku duhet, çfarë duhet përmëtet? Po sigurisht sepse ne kemi thënë të gjithë të një zëri që Elbasani është qyteti që është më i diskutuar për sa i përket primit, akoma flasim për deputet të kampur, për njerëz që shkojnë dhe mbrohen për tyre. Dhe kjo është një nga gjërat që ne do ta luftojmë më fort dhe do të jetë një nga gjërat më të rëndësishme për të parë dhe për të dalë ballas dhe kësaj frike të madhe që ne na ka kushtuar në vazhdimsi, sepse çdo gjë është ka kompletim. Faleminderit. Ju zgjidha në programin e telefonit. Unë mos vazhdojmë në sa. Se do të ndemoj me pyetjet apo I keni renditur ju? Atëherë do të shpjegoj që është për punësimin. Shëllimi ekonomik dhe punësim. Okej. Është për zhvillimin ekonomik unë fola pak lidhje me sipërmarrjen, taksën e shtetit dhe këto, po dal drejt te punësimi. Ne do kemi mbështetje për bizneset që punësojnë të rinjt përmes lehtësirave fiskale, subvencioneve dhe programeve të trajnimit, dhe të bëjmë një lidhje më të mirë të kërkesave të drejtë dhe me ato që nxjerrin shkollat shqiptare me nxënësit dhe programet e tyre të edukimit. Subvencione për profesionet e lira dhe startupet, lehtësira për startupet të reja, në drejta të ndryshme që unë kam qenë mbi rinin. Problemi që sjellin sipërmarrësit e rinj është që kanë shumë burokraci për të marrë fonde apo mbështetje nga banka dhe I marrin një soi klient bizneset të mëdha, kështu që ne synojmë që ta lehtësojmë edhe këtë, edhe praktika të punë të paguara për studentët. Faleminderit. Kalojmë te pyetja e radhës që është siguria mjedisore dhe mbrojtja e natyrës. Po. Në lidhje me këtë, e para që ne duhet bëjmë është do të ketë një sankcione të forta për ndotësit, pra për ata që janë aktualisht, por edhe mbështetje për bizneset e reja green edhe që respektojnë ambientin. Auditimi këtyre zonave që ne I njohim gjarë që janë shumë të ndodhura dhe rehabilitimi zonave të këtyre zonave të ndodhura, pra do të ketë një analizë për parë, dhe pas se cilat janë këto zona, dhe pas që mbështeten ndoshta edhe nga programe të ndryshme të huaja për pastrimin dhe rehabilitimin e tyre, si dhe monitoring dhe transparencë mjedisore. Sepse ne mendojmë që transparenca është shapi I parë drejt të ndërgjegjësimit dhe përgjegjësisë. Përdoksimi më shumë për sa I përket arsimit dhe fuqizimit të tërë. Unë nisa pak për arsimin që parë, gjithsesi përveç shkollës dhe punës, ajo që unë kam vënë re nga eksperjenca ime me të rinj largohen edhe sepse nuk kanë një jetë sociale në qytetet tona, sidomos qytetet si Elbasani apo qytetet më të vogla. Kështu që unë ajo që premtoj të rinj është që duhet sjell më tepër jetë kulturore dhe sociale për to. Të shkollat komunitare t'i bëjmë vërtet komunitare dhe jo të mbyllet dera në orën 2, po të vërtet jenë të hapura për të organizuar aktivitete nga më ndryshme edhe sportive. Krijimi I këtyre parqeve dhe zonave qendrave rinore në çdo qytet. Dhe të kenë një hapësirë për të rinj, për të ndihen të lirë, të zhvillojnë talentet e tyre, apo që të jenë vetvetja, në mos jetë vetëm kafja apo partia politike e vetmja muzikë për t'u angazhuar. Si do të garantoni mbikëqyrje efektive dhe pjesëmarrje qytetare në përdorimin e fondeve publike, pra transparenca dhe antikorrupsion? Po, atëherë, rritja e transparencës në tendrat publik, kush janë ta personat që I marrin të tendrat publik, meritokraci në punësimin e njerëzve të mos në administratë, sepse kjo ndikon direkt pastaj drejt për drejt në mënyrën se si përdoren fondet publike. Digitalizimi I shërbimeve publike, kjo do të ndihmonte shumë për të eliminuar burokracinë, por edhe korrupsionin. Një program I përbashkët që kishim me shumë këtu nga kandidatët, në fakt është zhvillimi I PPP-ve, por dhe kthimi këtyre parave të vjedhura tek buxheti I shtetit për të përdorur pastaj për arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale.
Siguria publike dhe Gjatë fushatës time, isha në fakt tek ke tregu i gjërave të përdorura. Dhe takoj një person që përveçse për programin politik dhe kjo gjë më pëlqeu shumë dhe tha, gjëra që unë kam shumë rrallë si prind është siguria të rinjve në shkolla. Kjo është shumë e vërtetë. Para sa muajsh kemi rastin e Martinit, profilin nuk është gjetur akoma, nuk është gjetur as në fali publike, as në shtetit dhe gjithë ministrisë e linjës. Por ne mendojmë se përveç se një luftë e vazhdueshme kundër krimit të organizuar, patrulla me policinë në zonat më problematike të qyteteve, dhe sidomos pastrimi nga inhibitet e kriminuar të policisë dhe një bashkëpunim, fjala bashkëpunim do të thënë me vërtet gjithmonë duket si klishe, por duhet të ketë një bashkëpunim shumë të mirë midis dhe mos për pjesën e shkollës të gjithë aktorëve në shoqërinë tonë, që është policia, gjyqësori, është shëndetësia dhe është edukimi i shkollës. Faleminderit, ju falenderoj edhe për korrektësim se si ju po e respektoni minutazhin me njëri tjetrin. Dhe i fundit në përgjigjen e pyetjeve është zoti Erlion Murata. Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe punësimi, Erlion. Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe punësimi mund të ketë pavarësi. Dhe tu është drama e madhe që ka pasur. Për sa po ne kemi mësues të fëmijëve që dalin me mesatare 6. Dhe kjo është miratuar nga qeveria. Për që në nivelin bazë, arsimi filluar. Nuk mund kërkojmë do të llogarit tek arsimi universitar. E në rast se do të flasim për kartë studenti, për bursa dhe tash, do mjaftonte që ne shohim para televizorit disa pedagogë korruptuar që kanë 150 euro të provim, që janë kosto e shtuar për gjithë ekonominë familjare. Dhe kjo është fakt. Sa i përket arsimit, përveç ndërhyrjes rrënjësore, shumë të që në arsimin fillor, ajo që ne vetëm nevojitet për të zhvilluar ekonominë e pasatit, e cila është qartë as një ekonomi e drejtuar drejt bujqësisë, agriturizmit, turizmit malor, por dhe aty industri dhe ekonomisë sa i përket drejtimit industrial, do na duhet pra formim profesional. Tash kjo do llovia dhe këto trallat me subvencionime me të tash është e kot. Ju tash, jemi në qark të shtrirë ku 20% e kemi territor. Një minutë që juaj mbaroj, por nëse do ta lidhësh me pyetjen e tretë të arsimit, 2 minuta janë tuaja. Dhe borxhet online. Jo. Po e thoya që 20% në qark e kemi territor urban dhe 80% e kemi bujqësor. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne duhet kryejmë kulturën e tërë që atë tokë ta punon. Sepse e ndërlidhur me mjetisin në vetvete lënia e tokës pa punuar. Rrëshqitja masive e dherave e tokave bujqësore është në vetvete krim mjedisor. Dhe këtu patjetër që e ndërlidhëm dhe me krimin mjedisor që kemi nga metalurgjia, i cili në fakt i ka filtra. Një krim shëndetësor thuhet të Elbasanit me mbetjet kancerogjene. Me hekur që vjen nga vendet e lindjes largët, që asnjë nuk e raporton, me një bashkëpunim perfekt të institucioneve dhe strukturave ligjore, ligjzbatuese të Elbasanit, por jo vetë, me këtë kontrabandë në fill të hekurit, dhe që ta lidhen prapë me pjesën e sigurisë, dhe me pjesën e antikorrupsion. Pyetja është kush e bën korrupsion? Unë s'kam vendosur. Korrupsionin e bëjnë ata që kanë pushtetin. Dhe pushtetin, fatkeqësisht, e kanë pasur të dyja palët që vërtasin më shumë. Herë njëra parë, herë tjetra. Dhe fakti është që shpeshherë shkojnë bashkiatë të Elbasanit për interesat të tyre, për ata që aty larg në Tiranë i cilësojnë të bandë, bëhet tash. Tunel pas. Dhe kjo është e vërtetë, që disa nuk i vjen mirë ta gjë. Por e vërtetë është një tjetër, që Elbasani ka usure në furisë nga politika dhe jo Elbasani këtë përduar usure për Shqipërinë dhe politika.
Në të gjitha rastet, nuk e di, në një apikat që marrë, si ka 10 minutë. Ju po bëni një përmbledhje të pikave dhe unë për të qenë korrekte me ju sa herë flas vet po e ndërpres monitorimin e kohës, jam shumë e kthjellur me përmbledhjen që ju po i bëni të gjitha pyetjeve të mia, 5 pyetje nga 1 minutë bën 5 minuta, 1 minutë që e kam unë bërë 6, jemi në 3 minuta e gjysmë. Për të vazhduar të pjesën që u harruan dhe në respekt të zonave që janë tu, vajzave dhe grave. Një tjetër pikë e cila shpesh herë diskutohet dhe që jam pjesërisht dakord me pjesën e kësaj se mos marrëzimore. Në fakt, ju nuk keni nevojë të më barabartoni. Në fakt, unë mendoj që ne duhet japim supremacinë që takon femrës atje ku duhet dhe ta marrim mbrojtje prapë atje ku duhet. Është shumë e thjeshtë, është shumë e lehtë që të flasësh, të bësh libra, të bësh start-up, të bësh konferenca për drejtat e grave, dhe në fund fare, fajsimi tjetë ai që dhe kur i vën ka dhe i bullizon. Në fakt, parazia do të konsistojë të themeli i shoqërisë, që prapë themi që është femra. Dhe duke qenë se femra është themeli i shoqërisë, si e tillë do respektuar. Dhe respekti në këtë pikë duhet të jetë qoftë diferencimi i atyre nëna me më shumë se 2 fëmijë tek pak. Kjo është pikë që ne kemi në program. Dhe ka qenë një pikë e cila është diskutuar dhe debatuar fort, sepse mund të jetë në një farë mënyrë edhe një racizëm pozitiv, diskriminim pozitiv. Por që në fakt i jep një tjetër incentiv ekonomisë familjare, duke për femrën më të respektuar në shoqëri, qoftë edhe nëpërmjet dhënies një kontribut si shoqëria i detyrohet, që nga momenti që bëhet nënë dhe që shërben për një përtëritjen e shoqërisë. Faleminderit. Pyetje që sigurisht kishim marrë nga kontaktet me qytetarët me i zëvluam tashmë, por për gjithë të pjesë komunitetit qytetarët që janë të pranishëm këtu, tashmë e keni fjalën ju për të bërë pyetjet tuaja kandidatit që ju dëshironi të bëni pyetje. Unë do ta marr mikrofonin. Cila? Po, ja pa sa kanë përdorur. Atëherë për shëndetje është kënaqësi kemi në pjesën e forumit, sepse secili prej nesh na dha mundësi të krahasojmë oferta politike që secili prej jush na dha. Atëherë unë jam studente drejtësie e fakultetit të biznesit dhe drejtësisë së Elbasanit, që do të thotë që unë jam një rej që ta besuar dhe ata të besojnë në qytetin e Elbasanit. Dhe pyetja ime është pikërisht konkrete, duke qenë se ne flasim për pjesën e ligjeve, agrimet e tjera, por gjë konkrete është që kemi një monopol të pjesës ekonomike dhe siç ka thënë zoti Peçi, kemi oligarkë të cilët bizotorojnë, ku shikojmë që është pjesa e është diçka anarkike që më i madhi dhe më i fortë bizotoron më të vogël. Kush është mundësia juaj konkrete që do jetë juaj studentëve apo të rinjve për të ndërtuar infrastrukturën në qytetin tonë Elbasanit? Faleminderit. Doni përgjigjen nga secili kandidat apo ju referohet kujt? Do të ishte një nga të gjithë. Faleminderit. Ne do ta bëjmë spesifikë të sëra. Përshëndetje dhe mirë, falenderoj për pyetje, suksese. Sa i përket ndërtimit, sikur se e theksuam, sidomos për studentët, hapja e biznesit të parë, pa përfshirë pjesën e tatimit, është një ndër pikat më të forta. Mendoj që Partia Demokratike mund të suportojë të rinjt shqiptarë të mos largohen, por sigurisht dhe pjesa tjetër e bërjes së studimeve universitare, pa paguar tarifat universitare, është një pikë tjetër që është shumë suportuese. Pjesa që unë e theksova dhe pak më parë e suportit tek blerja e një apartamenti apo marrja e një kredie, këto janë ndër pikat që unë mendoj që do t'i bëjmë të rinjt e Shqipërisë të jenë pjesë e këtij vendi dhe mos largohen nga ky vend. Faleminderit plot, zoti Beçi. Falenderoj për pyetjen.
Në fakt, ne mund marrim gjitha nismat edhe nga Suedia, nga Amerika, çdo po që bë kapja e shtetit të ri nuk do progresojnë kurrë. E vetmja parti politike që i flet me emër, i denoncon me emër edhe gardet është Lëvizja Bashkë. Për këtë do guxim të madh dhe ne jemi gati që t'i paguajmë gjitha pasojat ashtu siç kemi bërë deri tani. Ne nuk është se do kemi në dorë që t'i dënojmë me furgë apo këtë unë. Është shumë e thjeshtë, është t'i heqësh prizën pra të shtetit, sepse ato nuk prodhojnë. Okay? Dhe duke i hequr prizën oligarkëve, duke shbërë kapit e tregut me monopole të rinj do kenë mundësi patjetër dhe me mbështetje që Lëvizja Bashkë kanë program për të prosperuar. Faleminderit. Faleminderit. Sonja Kapani. E përmenda edhe pak më parë, kur thash që të rinjt që jetojnë jashtë dhe kanë impact që kanë ndetur dhe do mundohemi që të kthejmë pjesë të larguar të rinjve të njëjtën pagesë në Shqipëri. Sigurisht që do jetë edhe tek fondi i ekselencës aty që gjithmonë flitet për studentët që janë ekselent dhe asnjë për atë gjë konkrete për ta, për të mësuar dhe të dhënë një ndeket për të qëndruar në vend. Gjithmonë largohen për këtë arsye. Në fakt, është kjo e mbështetjes së biznesit dhe familjarë të zotëruar nga të rinjt. Pra nëse i ri merr nismën që të bëjë ai të hapi një biznes familjar, do të mbështetet dhe të suportohet rrëtimisht nga qeveria jonë. E përmenda edhe pak më parë për profesionistët në profesionin e teknologjisë, është vetë 25.000 profesionistë që do të përgatiten me profesorë të huaj që do të vinë dhe do t'i trajnojnë të rinj tan për të krijuar përmes 4 qendrave vendimtare të inovacionit që do të jetë më të mëdha në Ballkan, në Tiranë, në Shqipëri, në Meksikë, në Jug dhe në Meri. Dhe do të përgatiten do të rinj që meqense kjo është nga fusha e fundit të aksesueshme në vendet e punës, do të trajnohen dhe të përgatiten që pastaj të vinë në treg. Dhe ajo puna që në fakt jashtë rëndësishme, por ne nuk kemi akoma të përgatitur shumë mirë në mars për këtë gjë. Miken, faleminderit. Edhe kjo kohë është e monitoruar dhe unë vazhdoj të mbaj minutazhin tuaj, Sara. Atëre, për të bajtur të rinj këtu në Elbasan, kredite buta për banesë dhe bizneset për të rinj në 30 vjeç, me nëse të shikon një ndihmë e madhe. Për t'i bajtur ata tullet për pjesërinë në këtu, por unë faktë tani sa fakt që nga universiteti, se sfida jonë është që t'i bajmë ata në universitet. Dhe Universiteti i Elbasanit duhet bërë një universitet model që i ofron rinjve jo vetëm me edukimin dhe duke u zgjeruar ndoshta edhe në tek të reja, por do ofron natyre dhe përgatitje të tjera profesionale. Dhe gjitha këto që në pjesë e Erasmusit në Erasmus po ti zgjidhesh jo se je pike dekanit apo i zonës dekanit, po shkon me meritën tënde, apo që universiteti do të krijojë ura lise me organizata të ndryshme, që ti jesh aktivist, pra që nga këtu ti e bën një studentore shumë të mirë dhe përgatit të rinj fletar pastaj që zgjedhin të qëndrojnë në Elbasan apo më vonë. Për mua shumë e rëndësishme është kjo pjesa e profesioneve të tjera dhe të pasur subvencione me këto profesione, të rinjt mund punojnë online, punojnë nga shtëpia e tyre dhe s'ka nevojë të lënë as familjen as misin, larguar jashtë apo në Tiranë. Me asë që tjetër në rësë. Vedë puna mund të bëjë rritë. Në qofë se ne do të mësoj të brez të rritë përshirë. Me në lajtë nga Shqipëria. Të ndodhe pare i fakti dhe nuk e kemi shumë plakë. Kredu. Kur të plasit lufta, o lajtë të punë. Kjo që po kaloj mes shqeqerit, nuk është më çështja as e vjetës Shqipërisë dhe shqiptarëve, se ky është fakt. As goditjes demokracisë, sepse vendimarrja nuk është ajo që duhet të ishte. Qoftë në institucione shtetërore, ku nuk zbatohet hierarkia apo specialiteti. Po specialisti nuk flet, po flet drejtues të institucionit, cili mund të jetë një ide politik. Dhe në fund fare, dhe që nuk është as goditja e demokracisë, jemi në luftë pa e kuptuar. Jemi në luftë me vetë, në luftë me shoqërinë, e luftë që unë e kam shprehjen time, nuk ka luftë që nuk e fitojnë të drejtë. Ti e ke shanset të fitosh. Faleminderit Erian. Është fjala sërish për ju.
Së pari faleminderit për organizimin dhe faleminderit kandidatëve që munduan të koncisht të thonë programin e tyre. Në fakt më do nisa me një pyetje dhe një konstatim që është konstatim nga gjetjet e OSBE-u përse përket zgjedhjeve të 2023, doja me qëllim kandidatët tash nga lëshuar dhe kodin zgjedhor dhe secili prej jush duhet të ketë një transparencë financiare pranë përgjithësisë përse përket mbështetjes financiare. Fatikisht shohim që zgjedhjet gjithmonë ka probleme transparencë financiare dhe këtyre referohen raportimeve që vën Partia Demokratike, Partia Socialiste që është mungesë e saj ardhi, se në fillim drejtuesi ata që do na vi gjatë takimit, por nuk na ardhi. Okej. Kështu që raportimi i tyre për zgjedhjet e 2020 ishte që nga Partia Socialiste, nga donacionet e të tretë ka marrë vetëm 23 milionë lekë të vjetra. Partia Demokratike 18 milionë lekë të vjetra dhe partia sot tashmë Lirisë po dikur LSI-ja 15 milionë lekë të vjetra. Besoj se gjithë jemi dakord që nuk është kaq e vërteta. E vërteta është më shumë donacione dhe më shumë lekë të ardhura qoftë nga problemet e krimit që ju e keni nga shqetësimet tuaja kryesore, qoftë nga oligarkët që është termin që përdoret nga Partia Lëvizje e Bashkë, dhe unë nuk di se si ju keni ndërmarrë hapa për të qenë më transparent financiarisht me kodin zgjedhor, me KQZ-n, pa me publikun. Sepse për ta lidhur me pyetjen, kemi një numër ligjesh të miratuara me listë të atyre që kanë financuar fushatat elektorale të kandidatëve sot janë deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Pra, si mundet që ju të parandaloni nëpërmjet transparencës financiare mbështetjen e grupeve apo edhe të individëve që duan një procese favore dhana juaj, dhe e dyta, si do të reagoni kur të ketë individ të cilët ju kanë financuar gjatë fushatës dhe të kërkojnë favore qoftë ligji për investimet strategjike e tjera tjera. Pyetja e dytë ka të bëjë me legjislacionin i cili miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë, por fatkeqësisht më pas aktet nënligjore nuk miratohen nga qeveria. Dhe këtu i referohen ligjit për sektorin e energjisë elektrike, i cili garanton energji në nivelin bazë familjeve vulnerabël të çdo lloji shtrese në vendin tonë. Ndërkohë që prej vitit 2018 është miratuar si ligj dhe nuk miratohet akti nënligjor që ligjërisht duhet të ishte miratuar për 5 vitesh, por nuk e kemi akoma të miratuar. Nëse ju do të jeni pjesë e parlamentit, si do ta bëni këtë? Pra si do ndikoni për të realizuar edhe qëllimin kryesor të ligjit, pra përmirësimin e jetës së qytetarëve. E treta ka të bëjë me, nuk u dëgjua nga ana juaj si kandidat në lidhje me tek punësimi, tek fusha e punësimit, formalizimin e punëtorëve informal dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Pra këto dyja janë disa nga arsyet që edhe qytetarët largohen ndoshta nga vendi i punës dhe së fundi largohen dhe nga vendi i tyre. Dhe e fundit doja ta kisha kështu pyetje ndoshta individuale për zotin Murat. Nuk janë sigurt që kandidatët nuk i pajnë mend të katërta. Po ja përsëris, nëse është ja përsëris. Bëjmë pyetjen e parë dhe pastaj më që do japim mundësi edhe këto sepse vetëm me një të ndërtojë pyetjes personit që ti do që t'ja do të ishte në fund ishte pyetje individuale për zotin Murat. Parti ishte bëshia të kandidatët, se nuk parë besoj se ishte qartë. Atëherë, e fillojmë nga fillimi. Pyetjen e parë dhe marrim përgjigjet. Lutem. Unë nuk e mbaj mend pyetjen e parë. Falenderoj shumë për pyetjen, lidhur me pjesën e donacioneve të fushatës. Ne si kandidatë kemi marrë përsipër ne tash ndonjë fushatë i referon Partisë Demokratike, ku unë jam dhe kandidate. Secili nga kandidatët e ka marrë përsipër vetë pjesën e financimit të fushatës. Sigurisht me miq familjar të njohur, duke krijuar që në startimin e fushatës një numër llogarie të posaçme, ku secili nga dashamirësit që ka pasur interes të jap një kontribut për fushatën tonë, i drejtohet bankës në atë numër llogarie. Por
duke ju referuar vlerave që ju përmendët, shifrave të Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste e tjerë, unë dua vetëm një parantezë të bëj pak të për rastin tim që janë pjesë e këtij kandidimi në këtë fushat. Kemi pasur dhe raste kur shumë nga zërat mbulohet me kontribut vullnetar dhe bajnë një zënë më vete tek ajo pjesa e legjislacionit. Dhe i referon rasteve të tipit kameraman, fotograf apo njerëz të cilët duan të vendosin ambientet e tyre si kontribus për fushatën e secilit kandidat. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Besoj se nga pyetjet e mëparshme, subjekti vetëm politik që preku financimin e partive, pra miratimin e ligjit për financimin e partive, ishte Lëvizja Bashk. Ne kemi një fushat shumë të thjeshtë, domethënë me pak mirë adek, ne kemi të palejueshme me statutin tonë që një person vijë edhe të financojë shumë më të mëdha se 500 euro në parti. Ndaj pyetja, domethënë që dikush vjen na kërkoj favore më mbrapa, nuk ekziston tek ne. Dhe nga raporti i KQZ-s për gjobitjen e partive në vitin 2023, e vetmja parti politike që s'ka marrë gjob është Lëvizja Bashk. Mund ta vërtetoni ty në Dani dhe kemi sigur 100%. Okej, faleminderit. Në fakt edhe nga ana jonë, po ta kemi vënë re, ne si Koalicioni Euroatlantik nuk është se kemi takime të zhurmshme dhe me shumë pakesa, domethënë që të tregoj që ne to harxojmë lek që të duket që duhet të deklarohet që ne po kërkoni. Ne po përpiqemi në mënyrë modeste me ato shpenzime. Bile unë kam një absurditet që e kam vujt se ishte hera parë që bëja një kandidim të tillë dhe më është dashur që 2 muaj dhe mos paguhem nga shteti, sepse është ligji që kur ti je kandidat për deputet edhe pezullohesh nga puna dhe kam vuajtur vetë të pjesë dhe ne kemi bërë takime të vogla, ne kemi bërë takime shumë të mëdha që të shpenzojmë. As nuk kemi zënë salla që të bëjmë vetëm prezantimet kryesore, kanë qenë ato që janë bërë me buxhetin personal. Nuk kemi kaluar buxhetin e asaj që është me ligj të përcaktuar. Dhe ajo që ta dhe më paraqiti që ne kemi deklaruar përveç një numri llogarie të ardhurat dhe parat tona dhe në vazhdimsi kjo llogari lëvizë, shikohet, kontrollohet. Faleminderit. Mendes se përgjigjemi do ngjasoj, Partia Mundësia, duke qenë një parti e re, nuk ka marrë financim nga shteti në pozitiv, por zotja Kronsheaj njihet që ka deklaruar që si biznesmen që është, po bën këtë fushatës pra të investon nga të ardhurat e tij. Ne kemi hapur një numër llogarie, ku partia ka dhënë kontributin e vet, unë kam futur një pjesë nga kursimet e mia dhe pastaj kam çuar hallës, tezës, dajes që kam Greqi në Itali dhe kam thënë, më ndihmoni dhe ju. Doja ta bëja këtë pjesë, në tash po bëj një fundraising për ta provuar, po pastaj mendova pikërisht nuk e di dhe nuk kam kontroll pastaj mbi personat që hedhin fonde pastaj tek llogaria ime dhe me që nuk dia të gjej një sitje, nuk e kam bërë këtë pjesë. Faleminderit. Nga 9 zyrat e PSD-s në qarkun e Elbasanit, me kontratë autolinja të pushtetit PSD-s. Sa i përket financimit, banerat, posterat, adhezivët, i paguami PSD në qendër, për pjesën e kavën duke qenë se jemi shpipaguar që i paguajmë vesh. Faleminderit. Se kisha ndaluar. Se paka shumë ata të pyetën të tani se nuk e kuptuan tani. Ja, të bëjmë se do të bashkohemi në tjetër pikë. Ne dëgjuam programet tuaja, paka shumë janë të gjithë tuaj si një lloj. Këtu sa më shoh zona që janë vinë edhe nga zonat rurale. Asnjëri nga ju nuk i përmendi fakt të pjesën e konsimit. Asnjëri prej jush nuk tha pak një pikë konkrete se ku dhe si do t'i ndihmoni zonjat që vinë nga zonat rurale, nuk kanë mundësi të zbresin në qytetin e Elbasanit për përfituar nga programet tuaja. Sa për jush i njohin problemet që ato kanë? Faleminderit.
Kja drejton. Një kandidat apo gjithë kandidat? Si hatri, Kur do të përgjigjet atë? të gjithë. Sa për i dush. Se ndoshta të zonja duan ta dinë se ka tjetër për ti. Në programin e Partisë Demokratike sa i përket zonjave, patjetër që ka mundësira fiskale, patjetër që ka politika të cilat nxisin përfshirjen e tyre në tregun e punësimit, duke filluar që nga kurset profesionale, duke filluar mbështetje në subvencione për të zonja të cilat janë në pjesën e zejtarisë, në pjesën e industrive të vogla apo në bizneset e vogla që ato marrin si iniciativa të krijojnë. Kështu që këto janë disa nga klikat që për zonjat të cilat janë në moshën 35 vjeç, këto biznese do krijohen pa paguar taksa 5 vitet e para. Besoj që këto janë disa nga Të falenderoj për pyetjen. Në fakt, Lëvizja Bashkë ka një program, dhe një pikë programit të bujqësisë pikërisht zhvillimin rural, është e pamundur që ne ta themi për 1 minutë apo për 5 minuta. Gjithsesi, domethënë dy janë metodat që ne kemi menduar për zonat e zonave rurale. Një është ajo që folim për bujqësi, dhe dyta është ndërlidhja e bujqësisë pra të produkteve artizanale tipike lokale për të shitur këto produkte në turizëm, pra në pikat e sajtet turistike. Faleminderit. Ne kemi edhe tek pjesën e programit me gruaja meriton më shumë. Mbështetje financiare programeve vajza që kontribuojnë në industrinë e artizanatit. Asnjë vajzë të mos ndërpres shkollën për shkak të pamundësisë ekonomike. Garantimi i mundësive për vajzat që do të shkojnë shkollën pa penguar nga pamundësitë financiare përmes mbështetjes, sidomos në familjet që janë në vështirësi. Bursa studime për vajzat nga familje me vështirësi ekonomike dhe nga zonat rurale. Ofrimi i bursave studimi për vajzat që vijnë nga familje me mundësi të kufizuara ekonomike dhe nga zonat e thella rurale, për të mundësuar atyre të arsimohen dhe të zhvillohen. Mbështetje për gratë që duan të hapin biznese të investojnë në zhvillimin e ideve të tyre, krijimi i mundësive financiare ligjore që gratë që duan të hapin biznese duke përfshirë kredi të policme dhe trajnime për sipërmarrësit të rinj. Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetje. Në fakt, problem kryesor që gratë kanë akses në punën në qytet është e transportit, të cilën unë si një vajzë që nuk kam makinë vetë e duaj edhe vetë shumë. Kjo është një nga pikat që unë personalisht do punoja po t'isha. Edhe të jem edhe mos jem, është një gjë që unë gjithmonë e theksoj dhe ngre zërin. Unë do të garantoj që gratë të rinj të kenë akses në programe në grante për nisma agro artizanale në hapësirat përbashkëta për prodhimin dhe shpërndarjen. Dhe duke i lehtësuar më pas akses në tregjen ndërkombëtare, në mënyrë që të ketë më shumë përfshirje. Sigurisht ka disa procedura, sidomos për produktet kryesore, duhen të regjistrohen, disa prej tyre mund të bëhen dhe tregues gjeografik, siç është rasti i vajullit të Valmit, apo në Peshë kemi kultivimin e shafranit, që po ashtu mund të jetë shumë, do të thënë, për të bërë tregues gjeografik, dhe në këtë mënyrë shoh unë, domethënë duke zhvilluar bujqësinë, gratë mund gjejnë edhe tyre pastaj dhe për ta bërë 1 minutë që të plot, faleminderit. Veçanse në Shqipëri është një problem pjesa e ushqimit pa kontrolluar. Zonat rurale, cilat janë dhe themeli i ekonomisë kryesore, patjetër që PSD-ja programin e ka saktuar dhe ka qartësuar pjesën e mbështetjes për zonjat, për vajzat të cilat mund të aplikojnë tek prodhimi bio. Dhe ky është një nga kolonat e ekonomisë kryesore. Do të thotë, përveç faktit që do subvencionohen, do të thotë që përveç programit e përshëndetjes, subvencionimi i mini fermave, subvencionimi i njësive produse artizanale, subvencionimi i
produkteve që lidhen drejt për drejt me fshatin ose të produktit me jo vetëm në innovativ, por dhe produktit që ka karakteristikë fome. Ne kemi zonën Kina, që është për zejën e dimrit, për ushqim, për gjëra të tjera. Kemi pjesën e cebu vajzë të peshë që ka futur kulturën e shafranit dhe gjëra të tjera. Kemi komplet e pasan në pjesën e zumres dhe pjesën e Zotin Kandesh, është faleminderit Edison për pyetjen, po. Përshëndetje, duke qenë se nuk është cekur fakti i procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, duke qenë se kohën e fundit po dëgjojmë që është shtuar vëmendja, ne si qytetarë, çfarë mund të përfitojmë konkretisht nga ky proces siç ose ndodh? Besoj është që kandidatët sepse përket çfarëve. Faleminderit. Do të vazhdojmë raundën apo ka dëshirë në njëri mos përgjigje? Së pari, unë mendoj që jemi shumë larg Bashkimit Evropian dhe përgjatë këtyre 12 viteve dhe ato gjëra që kishim nisur në rrugë të drejtë për të shkuar në Bashkimin Evropian, kemi bërë një regres që është shumë i dukshëm. E gjithë kjo ngritja ose slogani i Partisë Socialiste me moton drejt Bashkimit Evropian, drejt Evropës, më duket vetëm një slogan bosh dhe shumë larg realitetit. Avantazhet e të qenurit pjesë të Bashkimit Evropian, së pari për mua lidhen me një treg ekonomik shumë të lirë dhe të barabartë, me një minimum jetik shumë larg nga ky që kemi sot, me ca standarde infrastrukture shumë larg nga ato që kemi sot, me ca element drejtësie shumë larg nga ato që kemi sot. Kështu që mendoj që jemi në kapitull shumë të dështar dhe na duhet shumë punë përpara për ta arritur atje ku duhet shpara. Atëherë, unë mendoj se ne duhet fokusohemi për rrugën, çfarë do të bëjmë ne për të arritur deri atje, pra që ta meritojmë, jo me u fut domethënë me kopje. Kjo pyetje në fakt do ishte për zotrin apo zonjën këtu, por me që s'ka ardhur se ato e kanë pasaportë europiane me 100 euro pension, domethënë vështirë se ashtu. Kështu që duhet rrisim standardet tona që ta meritojmë futjen në Bashkimin Evropian. Pastaj përfitimet janë goxha të mëdha, duke nisë me transparencë, luftën kundër korrupsionit, subvencionet që përfiton projektet e huaja dhe gjithashtu tregun e lirë të punës që me shumë frikë po u futëm atje s'do ngjelim më i ri. Me të drejtë më tha në fakt që ato nuk ka përcim për në BE, është ajo që ne duhet bëjmë fillimisht për të rregulluar disa nga problemet më të mëdha që kemi brenda vetes, sepse janë shumë pika që duhet të plotësohen që Shqipëria të pranohet të bashkohet e Evropës. Dhe është pikërisht kjo gjë që ne kërkojmë. Ne jemi në NATO, jemi në Schengen, ne kemi disa pika të fituara dhe këto janë edhe pika të fituara nga drejtuesin politik dhe duhet vazhdojmë pikërisht në atë rrugë që nisëm dhe që na çon në NATO dhe në Schengen që të fitojmë dhe pikët për të qenë edhe në BE. Unë nuk e kuptoj pse pse qeveria e qëndron me kaq të madhe, ndërkohë nuk mendoj se rasti nuk ka ndonjë parti politike këtu që nuk e sheh Shqipërinë në BE. Të gjitha shohin dhe mendoj se kjo është ardhmja jonë, kështu që nuk ka ndonjë gjë kaq të madhe, po ata e kanë marrë si slogan të kryer edhe e thunin kotat e pasaportën. Sepse nuk ka BE që të pranon ty kur me fonde në bujësi të vjedhura dhe të deklaruara që janë të vjedhura, me gjysmën e qeverisë përpara SPAK-u në Burg ose pjesën tjetër të hetuar nga SPAK-u. Gjithsesi, unë mendoj që gjëja kryesore që ne si qytetarët përfitonin ishte në moment që do bëjmë pjesë BE-s, respektim të drejtave të njeriut ashtu siç duhet. Dhe mendoj se nga kjo bazike fillojnë pastaj të gjitha. Drejta jote ndoshta po ke student drejtësie që mos të mohohet drejta e lëvizjes, po ti pas shkollës të mund të duar të vazhdosh në shkollë tjetër apo punon shtu të duash ti.
Faleminderit dhe pastaj të shëndetësisë, arsimit të duhur, të qenë të sigurt dhe të gjitha. Shurinë ka në volimerë si të në Shqipërinë ka 34 vite, që nga kohë në qeku të parë, që do të tonë dhe të prindi janë pak më të mëjnë morë se dhe e mbajnë më. Sekretarin Amerikanë shtetit tjerë me qeku të parë. E po ne kemi më shumë qek të parë në historikë po. Dhe në pak, Shqipëria në Europë është në dorën tonë. Aty është Shqipërinë në Europë, nga ata që kanë premtuar 34 vjetë. Në fali më ditë po se besoj të të. Mendoj që ka kohë që duke mos i besuar më partisë, po duke besuar individin të përfaqësuar. Besoj që mund ta afrojmë disi, por Shqipërinë në Europë me ndihmë ekonomike 37.000 lekë vjetë ka. Pyetje tjera? Jo, i kërkova një mendim organizator. Përshëndetje. Unë pak më një pyetje për të kandidatët. Duke qenë se shkret Basani vitet në qytetet me një numër të konsiderueshëm familjesh të pastra. Dhe deri në sot mundësitë nga programet e sistemit social kanë qenë të pakta dhe nuk ka të restojnë nevojë reale të familjeve të nevojë. Marrë si shembull këtu programi e kredive të futa që është i kushtozuar nga disa kritere për cilat pjesa përmirësuese e familjeve me nevojë nuk arrin dot të përmbushin, apo si thash për programin tjetër të postë që radhë që është zgjidhja për koshte dhe nuk krijon një mundësi qëndrimi të qëndrueshëm. Pyetja ime konkrete është, çfarë do bëni ju për të siguruar një stabilitet të qëndrueshëm familjeve në nevojë që janë të ardhur nga kultura apo pa të ardhur fare. Faleminderit. Faleminderit. Unë mendoj që të falenderoj fillimisht për pyetjen, unë mendoj që legjislacionin ne kemi shumë mirë sa i përket pjesës personave që preken nga strehimi social. Problemi qëndron të gjitha këto banesat që janë pjesë e strehimit social, ne shohim që shkojnë për deputet, ministra, shkojnë për familjarët e tyre dhe nuk shkojnë kursesi për ata personat të cilët i takojnë. Kështu që e para gjë që duhet bëjmë është të denoncojmë këto raste që ne shikojmë kaq flagrante të abuzimeve me strahimin social dhe pikat e tjera, unë i përmenda edhe pak më përpara, janë ndihmesa me pjesën e financimit deri në 30.000 euro për të marrë pjesën e kredisë dhe për të bërë pjesë e skemës së kredimarrjes. Kjo është pjesë e programit Partisë Demokratike sa i përket pjesës strehimit. Atëherë, Lëvizja Bashk ka pas propozuar në zgjedhjet e 2023 në Tiranë, zgjedhjen e çështjes së strehimit dhe tani duke qenë në fushat kombëtare, domethënë, gjithashtu është për gjithë vendin, ne propozoj një ndër pikat kryesore është themelimi një kompanie publike për ndërtimin e banesave për strehimin e familjeve në nevojë. Besoj kjo është domethënë pika kryesore. Faleminderit. Lidhur me mbështetjen e shtëpisë që thatë, do të subvencionojmë interes të plotë të kredisë për strehim për 30.000 çifte të reja. Pra, aty që edhe pak a shumë e përmend edhe plotë në programin e saj, një mbështetje për të rinj për të nisur jetën e tyre me një mbështetje ekonomike nga. Ajo që do ju që më tepër ju kërkesni është për familjet vulnerable dhe në nevojë. Një nga gjërat është për gratë që janë në nacionalistin fëmijët e tyre vetëm do të mbështeten nga qeveria me qira të paguara nga shteti dhe të tjera gjëra mbështetje, po për shtëpitë që pyetet, për këto gratë do të kenë qira nga shteti. Ju e ditë që Elbasani është qarku i parafundit më i varfër në Shqipëri, i fundit të Shkuksit, para i fundit të Elbasanit. Dhe shumë thotë, sepse Elbasani është kaq afër Tiranës, edhe mund të ishte shumë më mirë.
Kështu që unë e di që janë rreth 6.000 familje që marrin asistencë sociale në Elbasan, nuk e di numrin e familjeve që janë që kërkojnë banesë. Megjithatë, një nga pikat që unë e përmenda më parë është edhe kreditë e buta për të rinj në 30 vjeç. Po mendoj se në momentin që ne kemi punësinë me meritokraci, dhe kemi një rritje të ekonomisë përgjithshme në Shqipërisë, do të jepet mundësia të gjithëve që mundësi barabartë për të pasur shtëpi dhe për ta blerë në shtëpi. Unë të them të drejtën nuk i kam gjitha përgjigjet, janë disa gjëra që unë do t'i mësoj edhe më vonë, sepse se thash jam edhe e re në politikë, kështu që kjo është ato çka dim nga programi jonë për momentin. Më pas, shpresoj që gjërat bëhen më mirë për gjithë shqiptarët. Parte nga kolegët, legislacioni është. Problemi këtu është që Bashkitë e Elbasanit ja kanë punonjës që kanë marrë shtëpi sociale. Ndërkohë që dim gjithë ishin punë. Dhe kjo është absurd. Çfarë mund të bëjmë? Patjetër që zbatimi i ligjit, lejet e ndërtimit që jepen pallatet në Elbasan, 72 vjetë katror. 3% ose ardhonja si është destinuar për sprimin social. Zbatimi i ligjit. Vendimarrja komunitare është të rishtë. Evidentimi i problematikës sepse është efekt zinxhiri. Pra, problemi nxjerr problem. Dhe në fund ditës, për çfarë duhen ligjet në rregull? Për të shërbyer njerëzve nevojë, dhe pas të tyre që janë pak nevojë deri tek ata që ne i kemi oligark. Për sa kohë të gjitha resurset ekonomike që janë trajtuar shpresave nevojë shkojnë te miqtë e oporit. Problematika do të ngjelë identike. Zbatimi i ligjit është vetëm nga rrugë dhe vetëm në Unë e di që ti je ekspert i të drejtave të punësimit dhe ju bërë dhe pasur një aktivitet praktik kohësh. Jo vetëm për punëtorët që janë të pa regjistruar dhe punojnë në zezë, po mendoj se është shumë e rëndësishme që dhe për të rinj të dinë të drejtat e tyre të punësimit. I cili i bënte ata që të kenë më pas vende pune dinjitoze të paguara siç duhet. Një gjë tjetër që unë të shtoja, lidhe po me të drejtën e punësimit, unë mendoj që që dhe në të shumë të rinë shqiptarë, është punësimi me orë. Unë për shkollën angli, kisha të drejtën punoj edhe 20 orë në javë, po dhe 8 orë në javë, sa të do javë. Dhe kjo mendoj se ishte një lehtësi shumë e madhe për gjithë studentët që dikosisht duan të mbajnë edhe vetën e tyre ndërkohë që studiojnë. Mirë, që mos kemi ndërvetje, sa nuk ka të drejtën e përgjigjes pyetjes së radhës. Dhe pyetja e radhës është Punësimi me që ta. Mund të përgjigjem pyetjes punësimit. se bëri keni qytur. Patjetër, A do të rritet status? Gjendje la pagajsës. Atëherë, jo, të ndaj. Unë jam në nënë e punësimeve, edhe për shumë i vajzat i kam të qëma në Gjelsani në shkollën, ata mësoj, jam zonë se të dallume, por unë falenderoj herë këto kandidatët që janë këto të gjithë, po edhe vetë punoj, edhe kam punu. Tani jam për momentin në shtëpi pa punë, se nga që janë rrogat e ulta, plus edhe punosh nuk t'japin rrogat, ke frikë punosh këtu. Jo vetëm në Elbasan, po kudo t'jesh në Shqipëri, janë vetë në vene, thëmë se janë në një vend. Përderisa janë edhe në familje të nevojë, pa banesa, pa ka nëna që janë me fëmijë shumë edhe pa, janë pa shtëpi, pa asnjë gjë. Tash pyetja juaj për kandidatët. Pyetja ime është për një parë për zotërin Xhefori, Për zotin Peci.
Pati. Në radhë të dytë është për të gjithë. Okej. Pyetjen fillta. Pas asaj të njëherë në këtu në Elbasan unë jam shumë e kënaqur në gjithë aspektet e punësimit. Do të thonë ndaj bashkisë, që janë të gjithë. Do të thonë ka pyetje Zoti Peci, ju lutem, pyetjen Zotit Peci. Zotit Peci unë i përkas vetëm këtë të rrisë, do të thonë në rritjen e rrogave edhe Zoti Peci, çfarë do të bëni për rritjen e rrogave? Faleminderit. Atëherë, për rritjen e rrogave, unë do të thoja që këtu në Republikën e Shqipërisë, kodi i punës është kodi që shkelet më së shumti nga punëdhënësit. Ngritja e sindikatave, forcimi i tyre dhe e drejta për të organizuar sindikalisht është hapi i parë që secili të marrë i djersën e vet. Pikë dyti, ata që punojnë duhet të specializohen, pra arrihet me trajnime, me shkollim që është afat gjatë dhe me trajnime afat shkurtra, për të rritur produktivitetin dhe gjithashtu për të marrë më shumë para. Faleminderit. Shemigenën, diçka për të shtu. Një mënyrë për të rritur rrogat, në fakt është ajo që pak më parë pyeti dhe Gentiani që tha për informalitetin në punë. Unë mendoj që një pikë e dobët tek kësaj është taksat e larta. Taksohemi në 15% kemi artikli i fitimit, pra ulja e taksës do uli dhe informalitetin në punë, do ketë edhe frymëmarrje e biznesi, sepse në qoftë se biznesi detyrohet ndonjëherë të fshehë rrogat, punonësit, e bën sepse edhe ai shikon që është pa mundur për të ecur përpara. Kështu që nëse japim fuqi përmes taksimit të sheshtë bizneseve, duke e çliruar nga taksat e larta të vazhdueshme me një progresion të vazhdueshëm që shteti vë për pasere, po mund ta ndihmoj biznesin të fuqizohet edhe sigurisht që ai do ta çojë atë pjesën tjetër të punësit të punonësit që kanë duke shtuar në pagesa. Mendoj që taksat e larta ndonjëherë na çojnë në pikë. Faleminderit Migen. Ndërsa unë kisha vetëm një pikë për të përgjigjur zonjas, në 100 ditët e para të programit të Partisë Demokratike, rroga minimale për të gjithë personat bëhet 500 euro, ndërsa rroga mesatare është 1300 euro. Me ardhmën e Partisë Demokratike në pushtet në 100 ditët e parë. Heqim këtu dhe faljen e pjesës energjisë elektrike për gjobrat dhe të ujit për nënat kryefamiljare, për personat në nevojë, për pensionistët dhe të gjithë. Për gjithë shtresat vulnerable. Mirë, tani që nuk mos bëj pa drejtësi në fund, Sara? Bëni për rritjen e pagave, po, sepse i drejtoj Zotit Peci. Po. Është ajo që e përmendëm edhe Migena në fakt që është gjë kryesore që ne Partia Mundësia e përmend tek programi vet politik, që është ulja e taksave dhe nëse taksat të sheshtë për bizneset. Dhe kjo se rritet të ardhmë është për bizneset, njëkohësisht rritet të ardhmë për njerëzit që punojnë. Faleminderit. Erion? Unë tash, pyetjen do të ishte politike, po nëse e marrim bashkinë. Po unë mendoj që fakti që po pyeten për rritjen e pagës duhet të ishte kënaqur. Dhe rritja e pagës do të thotë që formalizimi ekonomikisë nga qytetëza bazë, që të policia, të prodhimi i biznesit po të vazhduar tek futja me themet në pjesën e formalizimit atyre që ne i quajmë oligarë dhe që quajmë si taksa pagues publik. Rast konkret kemi në Elbasan, jemi po disa qoftë pasoneri, qoftë ta peshë, sa peshë ka qenë ndaj nga kurumi, pra kemi shumë. Normalizimi ekonomikës në çdo qytet saj, do të thotë rritjen e pagës. Por respekti i çdo punëtori, ose punëtori që ka punuar 7 vjet vetë, ndaj punës do të jetë primar. Pra, nuk do të ndërtojmë asnjëherë pjesën e detyrimit me
pjesën se çfarë do të bëjmë më këtu. Ju thash, në pikën time jemi në një luftë cilët e fitojmë vetëm. Faleminderit. Dhe në fakt mendoj që e zëvulluan pothuajse të gjitha pyetjet edhe pse secili nga ne do kishte pafund pyetje për kandidatin për deputet, duke ju falenderuar secilit për pjesëmarrjen këtu sot dhe për angazhimin, më lejoni ta mbyll ne sot patëm mundësinë të dëgjojmë drejt për drejt kandidatët për deputet të qarkut të Elbasanit, të cilët ndanë prioritetet, angazhimet dhe vizionin e tyre për të ardhmen e këtij komuniteti në fakt ku jemi ne të gjithë, por edhe ata ne dëgjuan me tjetrin. Pyetjet e qytetarëve, pyetjet tuaja prekën çështje thelbësore si zhvillimi ekonomik, arsimi, mjedisi, barazia gjinore, transparenca, siguria, duke reflektuar vërtet shqetësimet reale të këtyre njerëzve tonat si komunitet. Ky forum arriti qëllimin e tij, krijoi një hapësirë të hapur dhe të barabartë për dialog, ku qytetarët dhe kandidatët të përballen në mënyrë konstruktive në frymën e demokracisë dhe të llogaridhënies. Dua të falenderoj sidomos kandidatët për deputet që ishin këtu të pranishëm sot për seriozitetin e treguar, gatishmërinë, qytetarët, ju për pjesëmarrjen aktive, organizatat e shoqërisë civile për mbështetjen dhe energjinë që sjellin çdo hap, si dhe mediat që e dokumentuan këtë aktivitet. Rrjeti Pop e ndërmori këtë iniciativë për përballjen e hapur dhe të drejtë për drejtë të ofertave politike përmes qytetarëve të qarkut të Elbasanit me këtë synim. Rrjeti Pop ju drejtua me ftesë të gjithë forcave politike kryesore në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi të informohen, të krahasojnë dhe të marrin vendimin e duhur. Mungesën e dy forcave politike, Partisë Socialiste dhe Shqipëria Bëhet, e vërejmë me keqardhje, pavarësisht arsyes që kanë pasur për këtë mos pjesëmarrje, pra ne do të ishte shenjë respektin ndaj qytetarëve, por edhe një hap përpara në drejtim të një kulture demokratike ku debatet dhe përballjet janë tekstore. Pas përfundimit të forumit, organizata Tjetër Vizion do të shpërndajë një deklaratë përshtypur për të informuar mbikëqyrësisht publikun dhe aktorët institucional mbi ecurinë e këtij forumi. Në fund, një falënderim të veçantë sigurisht e kam për Rrjeti Pop përballje ofertave politike, i mbështetur nga Olof Palme International Center dhe qeveria suedeze që e bën të mundur zhvillimin e forumeve në 8 qarqet të Shqipërisë. Faleminderit edhe një herë gjithëve për pranimin dhe kontributin deri në takimin tonë të radhës bashkë me Demokraci të Fortë dhe ju nuk duhet harroni. Zgjedhjet janë në 11 maj. Voto me dije, jo me dyshim. Zgjidh me mendje dhe jo me zaton. Krahaso ofertat politike. Faleminderit.